Të verifikoj korumin. Faleminderit zonja Vasili. Të nderuar anëtarë të Këshillit Bashkiak, të nderuar kryetari i bashkisë, të nderuar pjesëmarrës nga komuniteti dhe mediat, të nderuar drejtues dhe nënpunës të administratës bashkisë, zhvillojmë sot mbledhjen e Këshillit Bashkiak datë 27/2/2026. Për të vijuar, bazuar në ligjin 139/2015 për vetëqeverisjen vendore neni 53.5, në fillim të çdo mbledhje miratohet rendi i ditës i përcaktuar në thirrjen e Këshillit Bashkiak. Rendite. Pika 1. Projekt vendim për përdorimin e fondit kushtuar për ndihmën ekonomike deri në 6% për muajin janar 2026. Pika 2. Projekt vendim për dhënien e ndihmës ekonomike nga të ardhurat e bashkisë për muajin janar 2026. Pika 3. Projekt vendim për miratimin e projekt propozimit për ofrimin e shërbimit pak përtej distancës. Pika 4. Projekt vendim për miratimin e shtesës VP për të trajtuar në qendër polivalente editore të moshuara e Feti Rugji Sarand. Pika 5. Projekt vendim për miratimin e draft marrëveshjes së binjakëzimit ndërmjet Bashkisë Sarand Shqipëri dhe Bashkisë Pardubicës Çeki. Pika 6. Projekt vendim për miratimin e nisjes së procedurës dhe miratimin e parim të vlerës financiare të shpronësimit për pasuritë prom private që preken nga projekti Poli Zhvillimit Turistik Sarand. Pika 7. Projekt vendim për disa ndryshime në vendimin e Këshillit Bashkiak numër 20 datë 16/5/2017 për miratimin e rregullores për organizimin dhe funksionimin e veprimtarisë së transportit taksi të udhëtarëve. Pika 8. Projekt vendim për miratimin e nivelit të pagave të funksionarëve të zgjedhur ose të emëruar të nënpunësve civil e të punojësve të administratës së Bashkisë Sarand dhe njësive në vartësi. Pika 9. Informacion mbi funksionimin e qendrës së zhvillimit dhe qendrës multifunksionale për zhvillimin e fëmijëve dhe fuqizimin e familjes në Bashkinë Sarand. Pika 10. Raport mbi ecurinë e investimeve të vitit 2025. Pika 11. Informacion mbi rishikimin e dokumentit të planit të përgjithshëm vendor. Atëherë hedhim në votim me rendin e ditës. Kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet. Sekretaria e Këshillit na informon në lidhje me lishmërinë e vendimeve. Po zonja Vasili? Faleminderit zoti kryetar. Atëherë vendimet e miratuara në mbledhjen e muajit janar janë vlerësuar të lishme nga prefekti i Qaçit. Konkretisht, vendimi i Këshillit të Bashkisë numër 3 datën 29/2026 për miratimin e kritereve të dhënies së ndihmës ekonomike nga fondi kushtzuar për ndihmën si nga fondi dhe buxhetit vendor për vitin 2026 vlerësohet i lishëm. Vendimi i Këshillit të Bashkisë numër 4 datë 29/2026 për miratimin e listës së përfituesve nga programi i subvencionimit të qeras në tregun e lirë vlerësohet i lishëm. Vendimi i Këshillit të Bashkisë numër 5 datë 29/2026 për miratimin e listës emërore të nxënësve të arsimit para universitar në institucionet arsimore publike që do të përfitojnë bursa financiare për vitin shkollor 2025-2026 vlerësohet i lishëm. Vendimi i Këshillit të Bashkisë numër 6 datë 29/2026 për miratimin e përdorimit dhe planit të shpërndarjes së fondit të grantit të bazuar në performancë bashkive për vitin 2025 vlerësohet i lishëm. Vendimi i Këshillit të Bashkiak numër 7 datë 29/2026 për miratimin e një ndryshimi në fushën e përdorimit të pasurisë 15609 me sipërfaqe 9200 m2 dhe pasurisë 15610 me sipërfaqe 10.810 m2, zona katastrale 8642 Truo në pronësi të Bashkisë Sarand duke shtuar fushën e përdorimit për zhvillimin e programit të arsimit para universitar dhe zhvillimin e projektit Poli Zhvillimit Turistik Sarand vlerësohet i lishëm. Faleminderit zonja Vasili. Kalojmë tek pika e parë e ditës. Projekt vendim për përdorimin e fondit kushtuar për ndihmën ekonomike deri në 6% për muajin janar 2026. Kush ka pyetje nga këshilltarët? Komisionet përkatëse? Po
Përfitues nga fondi i përdorimit nga fondi i kushtëzuar për ndihmën ekonomike dhe në 6% për muajin janar nga 20 familje, nga këto 19 në Tiranë e 1 familje. Shpresoj të bëjmë listën e këtyre. Po, faleminderit zoti Ceci. Ka dikush pyetje nga këshilltari? Isha o diçka për të ndihmën ekonomike. Ki vendim është keq mos ta votosh edhe turp ta votosh. Vajtëm gati kaq vite që kërkojmë që të rritet ndihma ekonomike që është thjesht një lëmosh. I kalojmë këtë 19.000 lekë të vjetra, 20.000 lekë të vjetra, 30.000 lekë të vjetra, aq sa duhet bërë dhe aq për të marrë një shtesë mirë. Kur çdo gjë ka ndryshuar, çmimet janë arritur dhe vazhdojmë akoma kanë ngritur kolegë para disa kohësh në vazhdimsi dhe s'përshojmë asnjë fatkeqësisht që të ketë një rritje se ajo pjesë e shoqërisë mezi e prete dhe është domosdoshmëri, tu shërbejmë, kur gjithçka është rritur që me shërbime, me unë pretendime jam shumë kështu te kjo pjesë. Po, faleminderit. Po, zoti Ahmeti. Të nderuar këshilltar, të nderuar pjesëmarrës, të nderuar kryetar i Këshillit, të nderuar kryetar i Bashkisë, disa herë edhe në parafolsit tim ka përmendur që të propozoja që sot ndihma sociale të hiqet themi të vetë ndihmë lëmosh. Ne po kalojmë dhe miratojmë para pa fund lumë. Nuk kërkoj ato që justifikohen nga vendimet e qeverisë, po kërkoj ato para që bashkia zotron dhe duhet të shpërndaj të pak në ndihmë ekonomike, mos i përdorni ato vetëm kur kërkoni votat dhe me ato votat e ndihmës sociale vini dhe u kaloni për lëmosh. Hiqjani emrin ju si ekzekutiv dhe mos e bini ndihmë sociale që ta votojmë. Se kjo nuk është ndihmë ekonomike, as ndihmë sociale. Kjo është lëmosh. Të japësh njeriu sot në këto kushte, në këto gjendje, të japësh 36.000 lekë ose të vjetra, të reja 3.600 lekë, skandaloze. Kështu që ne nuk e votojmë më sa herë që Bashkia e Sarandës të bjerë ekzekutivi ndihmë sociale në këto masa. Faleminderit. Po, faleminderit zoti Ahmeti, ekzekutivi për sa i përket Atëherë, siç kam sqaruar edhe tjetër, ndihma ekonomike nga buxheti i bashkisë u hyn edhe ndihma nga skema 6% skema së ndihmës rregullohet me ligjin 57/2019 dhe vendimet e Këshillit të Ministrave në varësi të tij. Ndihma, kriteret e ndihmës, mënyra e aplikimit të ndihmës dhe masa e ndihmës përcaktohen me vendime qeverie. Nuk kemi asnjë forcë dhe asnjë mënyrë që të ndërhyjmë. Këto dalin për sa i përket skemës 6% në momentin që ne rekomandojmë një familje për përfitim 6%, masa e ndihmës del llogaritur vetë në sistem. Nuk kemi asnjë mënyrë që neve të ndryshojmë këtë masë. Këto gjërat e tjera rriten, taksat rriten, të gjitha rriten, shërbime ndaj qytetarëve që është nevojë nuk duhet bërë. Kompetencë e bashkisë. Ta bën qeveria. Dhe unë jam dakord me ju që të rritet masa e ndihmës. Jo të 20.000 lekë. Kemi një projekt vendim kur shikojmë rrogat e administratës e të gjithë në Herat. Kur rrogat vënë në stradën shtet, ai vën akoma 20.000 lekë të vjetra. Atëherë do t'ju lutem masa e ndihmës del në sistem. Ju gjithë secili nga ju mund të vit pranë zyrës, të futemi në sistem së bashku dhe të shohim se si del edhe të gjitha listat e aprovuara për muaj me radhë. Dalim para prakisht në sistem, përpara ne se ne ta sjellim këtu për aplikim. Dhe jemi të për aprovim, dhe jemi të detyruar të sjellim atë listë që del në sistem. Në rast se do të bënim diçka të ndryshme, ne do ta shkaktonim dëmi ekonomik, do të quaj i drejtorisë sonë, i administratorit që ka bërë veprimin përkatës. Kështu që më vjen shumë keq për këtë pjesë. Për sa i përket pjesës për ndihmën nga të ardhurat e bashkisë, edhe pse ne, si thua që llogarisim vetë, përdorim të gjitha kriteret dhe të gjitha mënyrat e llogaritjes që përdoren nga skema e buxhetit. Nuk mund të bëjmë ndryshime për arsye se do të krijonim pabarazi. Do të kishim një trajtim më të mirë të këtyre që trajtohen nga të ardhurat e bashkisë, siç kam thënë herë tjetër, dhe përgjithsisht personat dhe familjet që trajtohen nga të ardhurat e bashkisë
janë familje dhe persona të cilat janë skualifikuar nga skema tjetër, ose për shkak të një parregullësie nuk kanë mundësi të aplikojnë tek ajo skemë. Dhe nuk kemi pse të bëjmë këtë diferencë. Kështu që këtë kam sqaruar edhe herë tjetër dhe nuk është në kompetencën tonë. Tirana e ka të shumë pragë me 10.000 lekë. Jo, nuk e ka, është e njëjta shumë në çdo bashki. Shumë e ka shumë që marrë 20 vjetësh. 20.000 lekë të vjetra. Atëherë, llogaritja për familje interesuar në Bashkinë e Tiranës. Po, e kanë 10.000 lekë. Jo, pra varet sa ndarë ka pas ajo familje për të cilët jeni interesuar ju. Dhe ju në rast se një familje me 5 antar, 8 antar mund të marrë jo 10.000, por mund të marrë 18.000 lekë, 17.000 lekë. Kemi te skema e buxhetit që nuk vjen këtu për aprovim. Varet e gjitha nga numri i antarëve të familjes dhe nga përdorja e antarëve. Sepse një familje që ka për shembull antar me arsye të kufizuar ka tjetër në llogaritje. Viktimat e dhunës kanë tjetër. Po të shikoni ju tek të ardhurat e bashkisë, kemi disa viktima që kemi trajtuar kësaj radhe për arsye sepse nuk kanë arritur të vinë në kohë që të bëjnë aplikimin. Aplikimet nga buxheti mbyllen në datën 10 të çdo muaji, duke qenë se ne na erdhën viktimat mbrapa kësaj date, por të mos i lënë pa trajtuar, i kemi trajtuar nga të ardhurat e bashkisë. Atje shuma është 9.900 lekë. Kaq sa i përcakton vendimi i qeverisë, në të njëjtën mënyrë që trajtohen edhe nga buxheti. Pa asnjë ndryshim, pa asnjë. Ndro? Është fiks numri 42 dhe 43 në listë përfitojnë kaq sa i dhe thonë 10.000 lekë. Është po kaq është. Është ai njëjta ajo që ju E pra është në zë, po shumë vetë që është ju vërigjim. Pra është drejt analiza e njëjtë po thotë zonja. Shiko. Faleminderit zonja Pikuli. Pra, 13.000 vjetra merr një person. Nuk merr një familje, merr një person. Dhe do të kemi vetë të qartë. është si kalkulë. Po tash po shtu që merr një person është për familje, shkojnë mirë. Po pra, po është me një antar. Një antar, po me një antar. Është me një antar. Nuk është për person, për familje është për varet nga antar. Ka dhe numri një antar. Po, ja kjo që është me 3, është prefish. Po zonja Kush e pare ti në ditën si na vjen të gjitha mbledhjet, shikoj që për vendimi për ndihmë ekonomike kemi vetëm me fondin e 6% dhe gjithmonë me mbështetjen e bashkisë. Janë dy projekt vendime që vinë që duke shoqëruar njëri pas tjetrit. Ne kam një pyetje, a aplikohet kjo në të gjitha bashkitë apo bashkia jonë është në bashki me prioritet ndihmën ekonomike dhe i bashkëshoqërohet këtij vendimi? Atëherë, ka bashki në të cilat nuk aplikohet. Në bashkitë kryesore aplikohet, por dhe me numrat me sa kam parë nga vetimet e këshillave bashkiake të bashkive të tjera, e kemi goxha të lartë. Në krahasim gjithmonë me skemën. Në skemë kësaj muaji përkatës kemi 197 përfitues, ndërkohë që kemi vetëm nga të ardhurat e bashkisë, ne kemi pasur prioritet dhe gjithmonë e kemi trajtuar. Ndërkohë që ka shumë bashki që nuk e aplikojnë fare. Se do të johet për pak diskutim bashkëngjitur me specialistë të përteshëm. Po zonja Alkushi? Sigurisht këto dy vendime shikojnë dhe është një politikë bërje shumë e mirë e qeverisjes vendore, që shikojnë me prioritet çdo familje e cila nuk përfiton nga skema e 6% të kritereve dhe kushteve të vendosura me vendim të Këshillit Ministrave, atëherë gjeni mbështetje nga qeverisja vendore, e marrin këtë që ne mund ta quajmë as shumë pak. Dhe i vendorit ai që thanë në ndërsonin provojnë që t'i hiqni dhe të shikoni a ju nevojnë e këtyre familjeve edhe këto pak. Dhe themi që janë pak për një, por duke i marrë të gjitha bashkë, shikojnë që këto zënë një përqindje në buxhetin e bashkisë, dhe është një politikë bërje shumë pozitive e kësaj shtrese me kaq ndjeshmëri dhe të qëndruar afër tyre. Po, faleminderit zonja Alkushi. Ka dikush diskutime të tjera? Po volat i kërkojnë qeverisë ose ndron qeverinë që të na historië. Bëjmë një propozim që ta heqin vetësinë. Jo, për hequr jo. Tani kur mundësia është kjo, ai mbështetet në vendim të Këshillit të Ministrave. Tani ne na pëlqen ta heqin, do të shikojmë ato ka një reagim pozitiv apo. Po, faleminderit. Shumë të diskutojmë për këtë aq keq vetë. Faleminderit zonja Alkushi. Një sjalim do të mund të paktën një gjë. Po zoti Meraj? Duke marrë shkas nga dy folësit e mëparshëm, që janë pensionë opozitë dhe nuk folën duke bërë një analizë ose duke paraqitur një projekt vendim dhe se ka hapësi ligjore për ta drejtur, po folën pa bërë asnjë propozim. Pra duke folur dhe duke mos bërë një propozim konkret
që ta mbështesësh në ligj dhe ta shohësh se ta ulësh atë shumë që pa pretendojnë, tregon që kanë folur në mënyrë të paargumentuar. Për sa të bën edhe iniciali tjetër. Nuk mundet që ndihma ekonomike, ndihma sociale, ndihma të barazohen me rrogën e punojësve të ndërtimit, me rrogën e punojësve, sepse ne pasaj vetë ne si bashki, ne vetë si shtet do stimulonim berberizimin. Atëherë ju lutem. Atëherë për procedurë, të lutem, zoti Meraj. Zoti Meraj. Zoti Meraj, faleminderit. Atëherë ju lutem. Të lutem. Atëherë ju lutem. Zoti Meraj. Atëherë zoti Meraj. Të lutem. Atëherë zoti Ahmeti. Ju lutem të nderuar këshilltar. Të lutem. Tani e ka son ndërtimi që është privat. Të lutem. Zonja Alkushi. Mos i keq interpreto. Mos i keq interpreto gjërat, Dafina. Atëherë ju lutem. Është e mjaftueshme. Atëherë të lutem. Është e mjaftueshme. Jo nuk me pa, po është pak, dhe ti për është pak, dhe për ti është pak. Po do të bësh politikë. Është mbështetje. Jo, po, është farë. Atëherë ju lutem. Atëherë ju lutem, ju lutem. Atëherë ju lutem. Të nderuar këshilltar, tërheq vëmendjen në vëmendësi për procedurë do të kërkoni fjalën. Të gjithë këshilltarët. Besoj se unë nuk ja kam mohuar askujt fjalën. Kërkoni fjalën dhe merreni që të flisni dhe të dëgjoni. Dhe kur flisni shtypeni mikrofonin që të mos jetë vetëm për pjesëmarrësit në sallë, por të jetë edhe për mbar opinionin publik. Atëherë zoti Gërdhuqi po? Atëherë, përshëndetje. Me sa kuptova, pikë së pari kolegët ngritën një shqetësim që me të drejtë është shqetësim e vend, është pak kuota dhe më vjen keq që interpretojnë kolegët e zonja Alkushi me zotin Dhe. Unë ka kisha dy pyetje konkrete, për një pyetje për drejtorinë ekonomike, zotën Stroka, në qoftë se e ka mundësinë ekonomike bashkia me fondet që zotëron, dhe pyetja e dytë është për drejtorinë juridike, në qoftë se ne si Këshill Bashkiak marrim një iniciativë dhe bëjmë një projekt vendim për ta çuar këtë kuotë, pavarësisht se drejtorisë shërbimit social tha që të krijohet pabarazim me ato që miraton sistemi, po pavarësisht se jemi shkelje me ligjin, e thaj. Nuk është shkelje me ligjin, jo, një sekond, në një moment që janë financat tona dhe ne miratojmë një vendim për ta ashtu, nuk shkel asnjë ligj se kemi vetë menaxhim. Kështu që më lër ta mbaroj pyetjen që të marrë dhe përgjigjen e caktuar. Shkelje e ligjit, pastaj atë pyeta do pjesë drejtorinë juridike për shkeljen e ligjit. Dhe ajo balancohet, po, faleminderit juve. Kështu që mos dërini dhe më lër të bëj pyetjen e plotë. Ekzekutivi? Po, zonja Teuta? Ne kemi gjitha mundësi financiare që të paguajmë shtresat e nevojë dhe dua me qenë se zotëria bëri pyetjen, dua t'ju them që këto ndihma ekonomike vërtet bazohen në ligjet e qeverisë dhe ne nuk mund të diferencojmë ato me ardhra nga bashkia, por ne kemi një fond të veçantë për rastet emergjente, për sëmundje e për ceremoni martore, më thet bash, për gjitha këto familje që nuk kanë mundësi të përballojnë dhe ne kemi ndihmuar në vazhdimsi. Përposhtë kësaj merren bonus qeraje që bashkia bëhet gjysmën e fondit, e ka një sër ndihmash që u jepet këtyre familjeve, pra nuk fokuson dhe nuk rezervon vetëm në këto 20.000 lekë. Kështu që për sa i përket ndihmës ekonomike nga të ardhra e bashkisë, edhe nëse qeveria do ta arriste këtë, ne jemi absolutisht që do ta përballonim këtë fond. Por jemi në kushte që ne nuk e rrisim dot fondi, por me mënyra të tjera ne u jemi gjendur gjithmonë familjeve në nevojë.
Dhe kjo është e dukshme, edhe është e prekshme ka raste, ja kemi drejtoreshën këtu, që ka shumë raste, ndërtash ose zotrin që kanë ardhur dhe janë interesuar, shumë raste që bashkia nuk ka hezituar në asnjë moment për të ndihmuar. Faleminderit. Kjo është fondi duke. Faleminderit drejtoresh, drejtoria juridike për sa i përket pyetjes. Pyetjes suaj, nëse nga ana juaj do të kishte një mundësi ligjore për ta rishikuar këtë vendim, patjetër që do ishim ne që do ta sillim. Së pari ju mund të inicioni një procedurë të bëni propozime përkatëse për të kryer ndryshime përkatëse ligjore dhe të përcillen pranë qeverisë për të kryer ndryshime, sepse në vetvete vendimi i Këshillit Bashkiak është një akt normativ në zbatim të një baze ligjore të caktuar dhe nuk ka se si mund të dalë në kundërshtim me aktet që janë në fuqi. Kështu që edhe ju si po të miratoni diçka është perfekt institucion perfekt i qartë, të cilën nuk do mund ta shpejtëlishim në vendim të tij. Faleminderit zonja Koka. Atëherë ka dikush diskutim tjetër? Faleminderit. Edhim në votim për vendimin numër 8, kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet për vendimin numër 8. Kalojmë tek pika e 2 të rendit ditës. Për vendim për dhënien e ndihmës ekonomike nga të arrët e bashkisë për muajin janar 2026. Kush ka pyetje? Diskutime? Faleminderit. Hedhim në votim për vendimin numër 9. Kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet. Kalojmë tek pika e 3 e rendit ditës. Për vendim për miratimin e projekt propozimit për ofrimin e shërbimit pak përtej distancës. Kush ka pyetje nga këshilltarët? Po, zoti Ahmeti. Shikoj që ky projekt vendim, në sa shoh në bashkinë tonë, aplikohet për herë të parë. Pyetja ime është se bashkia Saran, në sa shikoj në financimet e bashkisë, janë goxha, nuk e di se do jenë të mundshme apo jo për këtë projekt. Ata që e kanë bërë studimin dhe nga fondi social janë konsiderueshme. Bashkia Saran, a ka statistika për këtë kategori njerëzore deri më sot që do të vinë në ndihmë me këtë projekt? Po, faleminderit zoti Ahmeti. Ekzekutivi. Po, zonja Pikuli. Atëherë ky nuk është projekti i parë, është projekti i dytë që na aplikon në Fondin Social. Ne kemi një projekt të cilin Të lutem një sekond, do të pres një sekond. Të lutem një sekond, do të kryetar këtu në relacion, të lutem të pres një sekond para se të japësh përgjigjen. Në relacion sot në këtë shërbim do të organizojnë 4 persona dhe punojnë të ndihmës. Të tjerë. Ndaj tash është për herë të parë. Unë lexoj këtë. Atëherë, kur themi, unë kisha për herë të parë ky lloj shërbimi, shërbim në shtëpi për bankët, por e kam fjalën këtu flasim për një aplikim që do të bëhet me fondin social dhe është hera e dytë që ne aplikojmë për fondin social. E kemi një shërbim me fondin social i cili është në vitin e 5. Kurse ky shërbimi në shtëpi për personat në aftësi ndryshe është aplikim për herë të parë. Për sa i përket pjesës së fondeve, janë sigurisht që janë ky projekt propozimi është bërë në bazë të kërkesave të qytetarëve dhe të nevojave në territor. Ne i kemi gjitha mundësitë që ta bëjmë këtë lloj studimi për arsye se pranë zyrës son, pranë drejtorisë kujdesit social, kemi gjitha dosjet e personave në aftësi të kufizuar, të gjitha kategorive. Gjithashtu kemi dhe qendrën tonë, qendrën e zhvillimit, e cila është që mbahet plotësisht me financim të bashkisë dhe ndihmohet nga UNDP-ja, në të cilën gjithashtu shkojnë qytetarët të cilët kërkojnë shërbim dhe marrin shërbim. Dhe nga praktika e punës gjithashtu del që qendra jonë jep shërbim për fëmijët 4 deri në 16 vjeç dhe pas moshës 16 vjeç këta
persona me aftësi të kufizuar ngelen pa shërbim, sepse nuk kemi një shërbim të tillë. Për këtë arsye lindi nevoja që ne të bënim këtë aplikim. Duke qenë se mekanizmi i fondit social është pikërisht për këtë arsye që të ndihmojë bashkitë që të ngërën shërbime të reja, unë mendua që të aplikojmë për këtë lloj shërbimi. Për sa i përket shumave dhe përqindjeve janë të përcaktuara në vendimin e qeverisë që rregullon zbatimin edhe aplikimet për fondin social. Për sa i përket aftësisë së bashkisë, viti i parë 90% nga fondi social, kështu që nuk është problem nga i përballimit nga bashkia. Viti i dytë përballohet gjithmonë në rast se do na aprovojnë projekt propozimin nga 60% nga fondi social dhe në periudhat në vazhdim vazhdon me 30%, siç vazhdon edhe shërbimi tjetër që kemi të ngritur. Jemi në vitin e 5 që financojmë me 30% financimit. Në projekt vendimin që ke sjellë Këshilli Bashkiak Ekzekutivi i fond të miratoj fondet na financimet e bashkisë 9 milionë ca lek dhe 13 milionë ca lek që i bie gati 22 milionë lek për të kaluar për fondin që ju kërkoni të për këtë projekt. Unë pyetja ime është konkrete, bashkia për territorin e saj që mbulon dhe njësinë administrative të kësaj milit. Këto para për sa persona me aftësi të kufizuara? Për sa persona mbulon ky, do të mbuloj ky shërbim? Sepse kërkon para, po këto para në projekt propozim mund t'u avë në dispozicion, e kam këtu, janë të përshkruara hollësishëm të gjithë përfituesit. Janë rreth 35 personë të drejtë për drejtë, përfitues të drejtë për drejtë persona pa AK, dhe do t'jenë rreth 50 familjar të tyre që do të përfitojnë këtë shërbim, sepse nuk bëhet fjalë vetëm për personat me aftësi të kufizuar, por dhe për ndihmësit e tyre personal dhe familjarë të cilët kanë nevojë. Nga ana tjetër, numri i përfituesve të indirekt rritet akoma më shumë. Të gjitha janë të përshkruara në projekt propozimin që do bëjmë. E dua të theksoj që ky projekt është i përfshirë edhe në planin social që kemi miratuar, pra është në objektivat edhe në aktivitetet që janë përshkruar në atë plan, për të cilin madje është bërë dhe një dëgjesë publike, e cila është shumë e dokumentuar, kam të proces verbalin që kemi, pra janë kaluar, si thuash, të gjitha etapat. Është bërë dhe një dëgjesë publike shumë serioze, që mundet e kemi të gjithë të zbardhur dhe mund t'ju vjet në dispozicion për të qenë më të qartë lidhur me këtë projekt propozim. Kurse për pjesën e financimit, shefe? Po, faleminderit zonja Pikuli. Lista nuk avon në dispozicion, ka problem fare lista, por është pak... Nuk edhe selektivitet, nuk edhe Shikoj, tu po flisni me profesionistë. Pastaj qytetarët kanë votuar bashkisht që të jetë e përgjithshme për të përzgjedhur. Por të marrin projektin, por ama ka disa standarde. Ka disa 220 milioni, kupton? Të lutem, zoti Merek. Atëherë ju lutem. Ju lutem. Po, zonja Pikuli. Që merren, të gjitha shërbimet të cilat ofron bashkia, ka standarde të miratuara nga shërbimi social. Dhe për çdo individ apo familje, sepse kemi dhe shërbime gjithë përfshirëse që i merr familja, ka një plan individual që futet në një dosje. Ka një dokumentacion që në rastin e personave pa AK mund të më ndihmojë edhe drejtoresha e qendrës, kemi kërkesën e qytetarit, por mund mos jetë fare kërkesë e qytetarit. Mund të jetë referim që e bën një administrator shoqëror. Administratori shoqëror që punon në zyrën tonë, shikon që ky diagnoza që i ka ardhur nga komisioni është e tillë që mund të marrë këtë lloj shërbimi, e referon. Kontaktohet familjari. I jepet mundësia që të bëjë, mund të mos dhe i bëj kërkesën, edhe me referim pranohet. Hidhet në sistemin SHKSH, që është një sistem kombëtar ku hidhen të gjitha këto aplikime. Hartohet plani individual i ndërhyrjes. Bëhen verifikimet her pas hershme. Në praktikën tonë, se kemi dhe një përvojë shumë të mirë me UNDP, bëhen intervista me përfituesin. Bëhen konsultime, për këto mund të flasi kur të flasi Besiana për pjesën se për patë mirë sot është edhe informacion për 2 qendra tona, qendrën e zhvillimit dhe qendrën multifunksionale. Mund të ti saktësoj më mirë. Pra, ka një plan, nuk ka mundësi që të i bëhen, ai fëmia ka nevojë për logopedi, do marrë logopedi, nuk do t'i shkruaj unë atje që
s'ka mundësi të rekomandoj logopedi për një që s'ka fare as dosje, s'ka as një dokument mjekësor, as një gjë. Dhe dokumenti mjekësor është tek bësor. Po, faleminderit zonja Pikuli. Do jetë mund t'ja dhënë në dispozicion edhe lista në momentin që do ketë përfitues konkret. Tani janë thjesht ne kemi bërë studimin në bazë të dhënave tona dhe themi kaq kemi që mund ta marrim këtë lloj shërbimi. Dhe do jetë dhe një fitore e madhe sepse do kemi shpërndarje në territor. Sa mirë ne kemi të pambuluar me shërbime, do kemi një shërbim të dytë, se shërbimi në shtëpi për të moshuar. Edhe për ta sqaruar publikut në shumë e thjeshtë. Këtë shërbim, këtë shumë që do vendosen, do kaloj për vendimi, do kaloj dhe miratimin qeveri. Pra është i gjithashtu. Do ta ekzekutoj bashkia vetë, apo do ta shesi këtë shërbim? Do ta shpjegosh mirë të lutem, është përgjithë, është shumë delikate. Pra kjo shumë, do ta ekzekutojnë organet e bashkisë deri tek individi përfitues apo do shihet si shërbim. Jo, siç e kemi bërë këtë projekt propozimin është do ta ai ka shkuar këtu 4 punësh të bashkisë. Nga ana tjetër edhe kontrolli bëhet nga shërbimi social, në rast se vjen fondi dhe thot kaq fond pagash, bashkia nuk bën dot ndryshim destinacioni fondit. Fondi do përdoret për paga. Dhe në rast se bashkia nuk e përdor për paga, do digjet, nuk përdoret fare. Po, faleminderit zonja Pikuli, po zonja Alkushi. Atëherë në diskutim nga bëja për këtë prezentim, do falenderoj të dy drejtoresha parafokuese, të instrota dhe zonjën Pikuli. Tu tregohet puna serioze që bashkia bën për mbështetjen e këtyre shtresave nevojë. Vërtet se vendimet e Këshillit të Ministrave nuk na lejojnë për të rritur në një nivel tjetër vlerën financiare që përcaktohet tek klima ekonomike, për faktin që skemës së 6% i ngjitet projekt vendimi me të ardhurat nga bashkia. Dhe në vazhdim të saj të këtij projekt vendimi, të parë me kaq shumë seriozitet, të detajuar me kaq shumë rigorozitet dhe gjitha fikat e aplikimit të tyre, unë mendoj që secili nga ne duke qenë përfaqësues i zonave të ndryshme, nëse shikojmë shtresa njerëz të kësaj nevoje, e kemi një derë të hapur, është një politikë bërje shumë e mirë e ekzekutivit, duke i falenderuar, kërkoj ta votojmë këtë projekt vendim sepse është vërtet për shtresën më në nevojë që ne duam ta mbështesim për nevojat që ata kanë. Po mos ta kishim Faleminderit vendimin ekonomike, do ta votojmë. Tani ngatroi vendime ekonomike e prishet. Ka dikush pyetje tjera? Po zonja Çeçi. Pse përditje vendimin ekonomik? Atëherë ta djem po. Ne diskutuam me Anilën në komision, biseduam gjatë në analizën ekonomike të gjithë projektit, por duke qenë kryetari sot këtu, do të lidesha që të gjetet një mundësi për të gjetur një ambient saksamit për një që të zhvillimi për ta persona. Qofte një ambient i vogël ose në bashkëpunim me biznesi, vënda sa aty t'i japim diçka me gjëra të ulët, sepse saksamit i mungon tërësisht që nga një lloj qendre tjetër. Faleminderit. Persona që ka nevojë për logoped, për fizioterapi, për fëmijët që janë autistë. Dhe durojnë të vinë në Saran, kush nuk ka mundësi në Saran, do mështë edhe parka kjo, po kise si një qendër e vogël qoftë dhe një dhomë me një tualet aty, të ishte një dim shumë madhe. Faleminderit zonja Çeçi. Besoj ka i biznesi në Ksami nuk ka mësuar për njerëzit aty. Do shohim nëse do gjejmë në fakt kemi disa investime në Ksamil ku mund të përfitojmë sa do të themi ambiente të cilat ndoshta mund të gjejmë një zgjidhje, ja të do bëjmë një verifikim të saktë. Jo vetëm për ambientet, por edhe për shërbimin. Për shërbimin nuk po rregullohet sepse do jetë pjesë të kursuar të rinj, kështu që do jetë një fizioterapeut aty mund ta mbulojmë. Jemi duke krijuar një ambient të ri, ai do jetë funksionar viti tjetër, besoj ndoshta aty mund të gjejmë një hapësirë të mjaftueshme për këtë shërbim. Megjithatë do ta diskutojmë. Po, faleminderit kryetar. Po, zoti Bajrami? Dua të falenderoj administratën që na marrë parasysh një kërkesë të tjetër edhe në vazhdim. Nuk është e vetme, janë disa. Po, është gjë e mirë që në vitet e fundit shumë prej këtyre kërkesave kanë gjetur streka. E vërteta është që këto projekte me kalimin e kohës do duhet që të mbështeten në kryesisht në barën e tyre financiare nga Bashkia e Sarandës, edhe për këtë gjë është një qëndrim i mirë nga ana e bashkisë që t'i mbështesi këto shtresa.
Kemi edhe problematika të tjera, kemi fëmijët të cilët janë mbi moshën 16 vjeç, të cilët aktualisht nuk kanë mundësi që të trajtohen nga qendra që kemi, edhe duhet që të kenë trajtim edhe me edukim profesional nëse do të ishte e mundur. Gjithmonë del përpara inventari i pronave të cilat janë administrimin e bashkisë, të cilin akoma megjithse thuhet se nuk e kemi të qartë të cilat eksaktësisht janë objektet që janë në administrimin e bashkisë, që na kanë ngelur trashëgiminë nga sistemi i vjetër. Mirë do të ishte t'i përcaktonim, sepse atëherë do të mundeshim që të zgjidhnim me objektivitet vendet të cilat mund të ishin të qeta dhe t'i shërbenin misionit për të cilin ne po përpiqemi. Unë do t'i bëja edhe një herë kërkesë drejtorisë urbanistikës në këtë drejtim që të qartësohen, të verifikohen, sepse ka goxha nevoja të cilat kudo në botë, edhe në bashkime të ardhura më të vogla se sa jona, munden të sigurohen. Mirë do t'ishte që edhe ne t'i marrim përsipër këto gjëra dhe të mundemi t'i sigurojmë. Unë faleminderit për këtë, jam shumë dakord. Po, faleminderit zoti Bajrami. Atëherë, se s'ka diskutime të tjera, edhim në votim për vendimin numër 10. Kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet. Kalojmë tek pika e 4 e ndërtitës, për vendim për miratimin e qytetarës së Zgjuar Popull të Zaquar në qendrën polivalente fitore të moshuara në efektivin e Saran. Kush ka pyetur nga qytetarët? Edhe pse është një vendim individual, është përsëri një qytetar i jurisdiksionit tonë që kërkon dhe ka marrë gjithë vëmendjen e bashkisë. Unë besoj se në lidhje me atë do të ishte në një të tillë për vendimit dhe kësaj mbështetje, në nevojë edhe pse vendimet e Këshillit të Ministrave nuk kanë lejon të arrijë ndërtimin ekonomike, ne bashkia e ka në vëmendje dhe po jep vëmendje të veçantë edhe në raste personale. Faleminderit. Ka dikush diskutim, pyetje? Faleminderit, atëherë hedhim në votim për vendimin numër 10. Kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet. Kalojmë tek pika e 5 e ndërtitës, për vendim për miratimin e draft marrëveshjes së binjëzimit ndërmjet Bashkisë Saran, Shqipëri dhe Bashkisë Pardubicës Çeki. Kush ka pyetje nga këshilltarët? Diskutime? Zoti Bajrami? Në Pardubica është vetë atë në situat, po 220 metra mbi nivelin e detit, me lugë para pa det. Ato dhe ne jemi çik objektiv në vlerësimin e këtyre gjërave, të cilat janë problem të injektimit. Jo për gjë, po vinë edhe me një kosto financiare mbi Këshillin Bashkiak edhe Bashkinë e Sarandës. Na duhet të përzgjedhim gjëra të cilat edhe ngjajnë pakës me Sarandën, jo se nuk ngjan në popullsi në fakt. Unë po është qytet që ka zonë të mbrojtur goxha të madhe, e cila nuk krahasohet fare me Sarandën. Ndërtimet nuk ngjajnë fare me Sarandën, menaxhimi është shumë i ndryshëm nga Joni. Do të sugjeroja të ishim më objektiv në përzgjedhjen e këtyre gjërave. Megjithatë, ecim përpara, unë do ta miratoj, po le të jemi më objektiv në përzgjedhjen e këtyre ndërtimeve. Ja, për të thënë përgjigjen, me që unë kam qenë vetëm në Pardubic, Çekia nuk ka det asnjë qytet në Çeki. Një gjë është e rëndësishme që ne duhet ta kuptojmë është sepse Pardubica, përveç Pragës, është qytet që ka aeroport dhe kanë bërë marrëveshje me aeroportin e Vlorës për të bërë linjë direkt midis Pardubicës dhe Vlorës. Kështu që përsa kur ne jemi një qytet turistik, ku jemi të fokusuar drejt turizmit, ata janë treg potencial. Historikisht Çekia ka qenë nga tregjet e para të turizmit lindor që ka vizituar Shqipërinë. Për këtë kush ka pak memorie ka shumë të qartë.
Dhe kjo ka qenë një nga arsyet kryesore dhe interesi i Çekisë jo vetëm për turizmin, por edhe për imobiliaret, që është një risi shumë e veçantë, është në interes të drejt për drejt të gjithë qytetit Sarandës, jo vetëm për turizmin, por edhe për një treg që është shumë i rëndësishëm, është ndërtimi, ku shumë prej jush këtu janë praktikisht në sot. Kështu që ne jemi në radhë të parë, jemi përfitues të drejt për drejt më shumë se sa vetë qytetarët e Pardubicës, sepse jemi nga ata që përfifim, jo që çojmë. Eksperiencat ata kanë shumë, ata kanë për turizmin e qëndrueshëm kanë shumë, eksperiencat me kanë le të vizituar vetë, ku ka shumë arsye për të marrë sidomos për shërbimin social dhe për shumë elementë tjerë që ne, duke qenë se jemi në prag për të antarësuar në Bashkimin Evropian, ku do të ndryshojmë gjithë legjislaturën, le të themi, jo vetëm qendrore, por edhe të pushtetit lokal. Kështu që ne jemi duke marrë edhe një know-how ku ata e kanë ndërtuar, sidomos për përthithjen e projekteve. Një nga arsyet që ne kemi kërkuar Pardubicën ishte sepse ata kanë një aftësi shumë të mirë në menaxhimin dhe përthithjen e projekteve të Bashkimit Evropian. Kjo është shumë e rëndësishme jo për ne si antarë të bashkak, për gjithë qytetin e Sarandës, sepse nuk besoj që japim vetëm marrim. Nuk kemi në këtë rast, nuk kemi asnjë kosto ekonomike të rënduar, përveç se vetëm përfitime të drejtë për drejta, direkt apo indirekt për gjithë komunitetin tonë. Po faleminderit kryetar. Ka dikush pyetje tjera? Po zoti Ahmeti. Po zoti Ahmeti. Unë falenderoj ekzekutimin po dhe Këshillin Bashkiak për çdo lloj nisme të tilla për binjakëzime, por në mbështetje të kolegut tim, zoti Bariami, edhe të gjithë juve besoj që duhet jemi koshient që ne jemi një qytet turistik drejtëtar dhe i përkasim më shumë zonës të Jonit dhe të Mesdheut. Do të isha që kemi nevojë për të gjitha kulturat, të gjitha përvojat që kanë dhe ato të Çekisë, Slovakisë, edhe të gjithë Evropës, edhe gjithë botës në përgjithësi, por duke qenë një qytet në zhvillim turistik në atë gjitha pikpamjet, do të mendoja që të kishim më shumë binjakëzime me këto zona o me këto bashki që ne në ngjasojnë për të gjitha drejtimet. Sa i përket ato që tha këtaj bashkisë që ka bërë marrëveshje me aeroportin e Vlorës, kur na lej të falë aeroporti i Vlorës, mase do vinë dhe çekët. Po hajtë vejmë ato butat dhe mi më mirë në Çeki sa me aeroport, që do vejmë më shpejt. Kështu që unë jam dakord për binjakëzimin dhe po zoti në lidhje me binjakëzimin, se janë për shumë binjakëzime u thot në letra. Përveç në një vizitë të hierarkisë bashkisë, nuk shoh në terren në praktik. Nuk jam për shumë. Jo, si bashki. Për para, po çfarë? Ke marrë pjesë protokolli, nuk e kupton. Shoh që jashtove edhe me Gjakovë nuk shoh ndonjë zhvillim ose ndonjë interes ose ndonjë fitim të madh të Sarandës apo bashkisë. Në rastin përveç që jemi drejt për drejt, si rast ekonomik shumë, kupton? Kjo është ideja. Jemi nga një në të faleminderit. Jemi nga një në të mirë se ka që dhe i dakorda për shamë në Faleminderit. Jemi në votim për vendimin numër 12 kush është pro. Kundra. Abstenim. Miratohet. Kalojmë tek pika e 6 e rendimit për vendim për miratimin e nisjes së procedurës dhe miratimin të parimit të vlerës financiare dhe shpronësimit të pasurisë pronë private që preken nga projekti Polisë Turistik Sarandë. Nuk ka pyetje nga kryetarët. Po zoti Ahmeti. Në këtë provendim numër 13 kërkohet të shpronsohen disa prona private me sa shoh të shoqëruar dhe me certifikate pronësisë. Kur bashkia ka sjellur dhe këtyri ka sjellur një projekt vendim këtu, i cili ne kemi bërë shumë delancime
sepse u rëmbie prona publike Eko Kampusi për të bërë titullin si që ka bërë bashkia polin e zhvillimit turistik. Ishim kundër konkretisht, nuk e kemi votuar, sepse prona publike që ndërtua në 2017 rreth 700 milion lek, u bë partner 80% Fondi Shqiptar i Zhvillimit me një kontratë kaloi përqindje e Fondit Shqiptar i Zhvillimit ku të dëshiroj ai apo të cili privat. Në mbledhjen e parë që personalisht nuk kam qenë, po isha në mbledhje e kryesis, ishte një projektim që më shtua atij projektimi dhe 1.000 metra katror si përfaqe të truar për të zhvilluar Eko Kampusi. I kam bërë një pyetje disa herë dhe drejtori i bankistikës se do të ketë probleme me shpronësimet dhe me pronat private është jega e ndjerë. Tani që kërkojnë shpronësimet u grabitet dhe pronat private individëve të veçantë të cilët e kanë rëndëtojnë sepse e kanë dhe pronë personale dhe kërkojnë të shpronësim publik. Unë po të di që kjo e pare që nuk është shpronësim publik, po çfarë ka ngjarë që kërkohet të shtohet si përfaqja të saj. Në atë projektin që erdhi dhe u sol këtu në Këshilli Bashkiak të mori miratimin që Eko Kampusi do të bëjë bashkë me Polin e Zhvillimit Turistik i shtohet si përfaqja akoma Polin e Zhvillimit Turistik dhe të rëmbet prona private. Pa ka ngjarë në atë projekt. Po, faleminderit. Shtohet si përfaqja, ti duhet të di. Zotëri Ahmeti. Po, drejtor, të ma përgjigjen, apo po mu ta bëri pyetjen dhe përgjigjesh një kohë. Po. Gjene para kërë të votuam, atë shtesën, në forma të drejtoria urbanistikës, sepse kështë si përfaqje të vogla 15-20 metra për efekt të rrugës. Shumë e buka parcela 300 metra, 200 metra, tani përse shërbejnë rrugëve, apo e shërbejnë planimin si përfaqje, sepse këta njerëzit nuk kanë pronën dhe u more 15 metra, 20 metra, edhe o shpresoj, ta i gjvesh nga prona fare. Ai ka godin, që tjetër ka 300 metra, e ai sheshin komplet. Se u folë që kjo si përfaqje që të shprosot i shërbejnë lidhje së unazës brenda Eko Kampusit. Unë do ma shkojnë të qenë. Faleminderit. Po zoti Bajrami? Fola për zotin Ibrahim. Faleminderit. Unë e këtoj të punën e unazës edhe jam krejt si të raport, i shërben shkurtimit të disa segmenteve të rrugëve dhe ndihmon goxha, që të ketë në unazë dhe të rrugë aty parku të marë. Do të lehtësonte trafikun e qytetarëve pa dyshim. Po shikoj këtu që jemi duke marrë mas për 4 persona. Besoj që janë 4 persona të cilët kanë certifikat pronësierë, no? Të doja të pyesja sa parcela të tjera të cilat nuk e kanë certifikatën e pronësisë akoma preken në këtë proces. Dhe nga tjetër, e shikoj që të gjitha parcelat janë duke u vlerësuar me një çmim reference pa marrë parasysh nëse atje personi i cili e ka në pronësi ka gërmuar apo nuk ka gërmuar. Midis atyre të cilëve kanë bërë investime atje janë dhe disa prej tyre që s'kanë certifikat pronësie akoma, po e din që është toka e tyre sepse kanë matur presin të marrin certifikatën dhe se do ta marrin. Më duket se nuk i kemi marrë fare investimet e tyre parasysh, nga ana tjetër. Do doja të më shoja edhe një herë tek shikoj këtu që njëri prej qytetarëve i merret 350 metra katror. Shumë prej nesh presin të ndërtojnë ekonominë e familjes me një parcel të tillë. Ishte shpresa e tyre për një shtëpi tjetër apo për një ndërtim i cili mund t'i kompensionte me disa hyrje. Njerëzit e kanë bërë këtë investim që në vitin 99, disa prej tyre e kanë paguar, ja kanë paguar Bashkisë së Sarandës, ne kemi një detyrim atyre njerëzve, edhe atyre që nuk e kanë marrë certifikatën e pronësisë.
më janë faqe ka marrë certifikatën e konsit. A nuk ka mundësi që të merrim një vlerësim më objektiv me çmimin e tregut të këtyre gjërave dhe jo me çmimin e referencës si ka shtep? Po, faleminderit zotin Bajrami. Ka dikush pyetje të tjera? Po, drejtor? Për sa i përket panisë me pyetjen e parë, asnjë në këtë shtyp, po as edhe në diskutimet mes administratës nuk kemi deklaruar që nuk do të preket pronë private. Kjo është e pavërtetë se thënia këtu nuk kontrollohet edhe ligjesh ajo në lajm. Bëhet më shumë vërtet, je këtu në këshillin e ndaluar. Lutem zoti Ahmeti, lutem ligjen e rezolucionit zoti Ahmeti. Lutem krijesin e të pashë nga pjesë për procedurë, kërko fjalën dhe merr sa ai duan. E di se ju më e dëgjuat dhe pyetjet e diskutimit, por nuk ta kërkosh përsëri fjalën. Përkundrazi dhe në draft marrëveshjen e sjellë për të miratuar në muajin maj të vitit 2025 për zhvillimin e këtij projekti, është e cituar shumë qartë dhe me numra pasurie, bazuar informacionit të dokumentuar në përgjigje shkresa nga SHK-ja në atë momente, është dokumentuar në marrëveshje që kemi të bëjmë me procese shpronësimi. Janë cituara numrat e pasurisë bazuar shkresave që kemi parë në diskusion deri në atë moment. Patjetër që regjistrimi i pasurive dhe politet pak përgjigja dhe me pyetjen e fundit, regjistrimi i pasurive vazhdon pavarësisht idejimit të një projekti apo jo, se pasuria ai që i ka aktet do të regjistrojë, ndoshta si ka regjistruar në një moment, do të regjistrojë në një moment të dytë, por aktet janë dhe gjithmonë bëhen pjesë e procesit të shpronësimit, nëse janë pjesë përbërëse e projektit. Kështu që ne sot që vim në Këshill Bashkiak kemi përgjigje të rifreskuara nga Agjencia Shtetërore e Kadastrës, dhe kjo është arsye pse mund të keni 2-3 një ose 2 numra më tepër nga ato çka janë në draft marrëveshje, e cila dhe aty nuk është e limituar dhe me listë fundore duke vënë numrat e pasurisë fundore, sepse vetë numrat e pasurisë mund ndryshojnë për shkak të zhvillimit të proceseve administrative nga ajo datë e në vijim. Këtu mund të sjell për shembull që bashkia ka patur 4 certifikata pronësie, kishte 4 numra në ato 3 në atë ditë ku ne kemi kaluar, dhe për zhvillimin e këtij projekti në vijim kemi bërë menaxhimin e asetit të pronës bashkisë me 1 apo me 2 numra pasurisë sot. Kjo nuk do të thotë se ndryshoi numri i pasurisë, ka ndryshuar pronësia. Për sa i përket më pas mos gaboj pyetja tjetër për shkak për te i shpronësimit ishte e dyta. Zoti Ahmeti? Ta bëra, në shpronësimet, u folë që do ketë sipërfaqe të vogla do preken njerëz që kanë investuar. Dhe një sipërfaqe 300 metër katror. Nuk e zero ka 300 metër katror një sipërfaqe komplet. Dhe në projekt vendim kam qenë i bindur që nuk cënohesh individi në këto për masa. Atëherë sipërfaqja për cilën bëhet fjalë duke qenë që u përmendë nga zoti Bajrami tjetër në pyetjen e vet për 350 metra katror, kemi të bëjmë me një numër pasurie në atë rast, e cila është një parcel e ndodhur në brendësi të mureve refuze të vilës që kemi në zhargon vilës qeveritare. Pra, ajo ka qenë që ditën e parë ku ka nisë ky proces, e regjistruar kanë mos gaboj që prej vitit 2002, është një pasuri private e regjistruar pranë SHK-s ZRPP-s asaj kohe, e cila nuk ka patur në asnjë moment servitut kalimi dhe me zhvillimin e këtij projekti ajo gjendej në mes të saj prone dhe nuk ka kuptim se si do ketë akses apo servitut tjetër në mes të një parki. Sepse sipërfaqja ku shkrihet ajo pasuri ai privatisht atë. Jo, ja ka japë vlerën e tregut sa është, ka vajtë një metër katror, pse do ta shpronojnë? Brenda asaj pronës atij, ai mori pronën ai. Kur do ta gjej privatisht ata ta shpronojnë tamam. Jemi duke diskutuar për 2 lloj të drejtash, të drejtën e zhvillimit dhe të drejtën e pronës. Të drejtën pronës ai e ka të plot, të drejtat e zhvillimit miratohen nga ky organ që ne jemi këtu dhe nga qeveria, pasi funksioni i planifikimit të territorit është një funksioni i ndarë mes 2 pushteteve, pushtetit vendor dhe atit qendror. Aty planifikimi i territorit ka ndodhur, ka një rregullore të veçantë të miratuar nga Këshilli Kombëtar të Territorit dhe Ujrave tani më, që do të kemi me një hapësirë të gjettur, kështu që në atë territor nuk kemi se si të mundsojmë zhvillim në mes të një lulishte që të jetë një pronë private.
Kjo lidhur me projektin, përsa i përket vlerës më pas, ndoshta drejtoria juridike mund të shtojë diçka tjetër, unë do të them me aq sa unë kam njohuri. Ne këtu si organi pushtetit vendor që pas vitit 2020 nuk kemi më taktin të përcaktojmë vlerën fundore me të cilën do të kryet shpronësimi, por është një agjenci kontare e shpronësimeve shtetërore, e cila pas marrjes së angazhimit, për ato që ka bëjmë ne me vendimin e Këshillit Bashkiak, marrim angazhimin buxhetor që do të dalim si thua ballë kësaj kostoje, por kostoja finale, pra vlera finale do të përcaktohet bazë një vlerësuesi që do të kryhet nga Agjencia Shtetërore e Shpronësimeve. Dhe ata janë garanti që të mbajnë një standard, sikurse mbajnë nivel kontar, por edhe për secilën gjë. Dhe gjatë atij procedure që ata do ndjekin pas vendimarrje, qytetari të gjithë kanë të drejtë të ankimojnë, të dëgjohen, të çojnë dokumenta të tjera, nëse janë paregjistruar apo jo, dhe ata e marrin përsipër ta shkruajnë dhe ta diskutojnë dokumentacionin e tyre. Për sa i përket vlerës, në rastin e trojeve, le të themi, e tokës, kemi çmimet referencë dhe ne kemi marrë maksimumi edhe të vetmi që ka territori i qytetit Sarandës, mos gaboj, është 107.777 lekë. Ndërkohë, për sa i përket ndërtesës e cila është e ndritur tani më, çmimi referencë bazuar vetëm është 56.000 lekë për qytetin e Sarandës, ndërkohë që në projekt vendim që ju keni sjellë, keni një çmim më të lartë, pra 750.000 lekë për metër katror, i cili referohet çmimit mesatar të shitjeve në atë zonë për 3 mujorin e fundit informacioni dhënë nga Agjencia Shtetërore e Kadastrës. Pra është vlerë zyrtare, e dokumentuar në institucione publike dhe e komunikuar për 3 muajt e fundit në qytetin e Sarandës për atë zonë kadastrale. Kjo bazuar pa shikime ligjore për shpronësimin. Po, faleminderit drejtor. Diskutime? Po, zotëri Veçi? Juridikisht doja të pyesja nëse ka të drejtë qytetari që sotron atë pronën përreth ku prek projekti, ka të drejtë të bëjë rivlerësim nëse sot funksionon dhe rivlerësimi. Dhe aty ndoshta dhe ka një mundësi lehtësimi dhe nga ana e zëmit, por dhe nga ana e të ardhurave që për atë pjesë i preket ketë një konsiderueshme për mos të shkuar tek tregu për sa i përket zonës se sa shkon tregu edhe çmimi i referencës. Domethënë është opsioni duhur rivlerësimi dhe ka mundësi ka të drejtë ta bëjnë ata. Po faleminderit zotëri Veçi. Për të qartësuar ndonjëherë rëndësitë të përgjigjes së vëndëtorit planifikimit të territorit, nga ana jonë janë ndjekur të gjithë hapat e gjohë që në fakt e gjithë procedura që ju është relatuar në fakt në relacionin bashkëlidhur, janë ndjekur hapat e përcaktuara në aktin ligjor të vendimit të Këshillit Ministrar nr. 128/2000, i cili ka përcaktuar kriteret dhe mënyrën e vlerësimit të pronave të cilat kërkojnë të shpronësohen. Ne, nga ana jonë, është munduar që nga ana jonë të përdojmë mekanizma të cilat do të ishin më të favorshme për pasuritë private të cilat preken, siç e tha dhe drejtori në rastin e objektit, nga ana jonë edhe pse në vendimin e Këshillit të Ministrave citohet që mund të vijojmë me kosto ndërtimi, e cila do të sillte në fakt në vlerë më të ulët, nga ana jonë është bërë korrespondencë me Agjencinë Shtetërore të Kadastrës, e cila na ka dhënë çmimin mesatar sipas tyre të shitblerjes së objekteve dhe kjo vlerë paraqitet në aktimas dhe ka dalë ajo vlerë. Për sa i përket tokës, nga ana tjetër, mekanizmat janë shumë të pakët sipas vendimit të qeverisë dhe lidhet vetëm sipas çmimit të referencës të përcaktuar për vendimin të Këshillit të Ministrave. Dhe nga ana tjetër e rifleksojmë që ky është një vlerë në parim, që do të thotë në këtë fazë ne jemi paraprakisht vlerësojmë në parim një aset të caktuar dhe garantojmë që ky fond do të përballojë nga ana bashkisë të gjitha atributet e tjera. Për vlerën përfundimtare është Agjencia Shtetërore e Shpronësimit, e cila do të kryejë në procedurat dhe patjetër që mundet të ndryshojë këtë vlerë. Faleminderit zonja Koka. Po zoti Gurduqi. Unë kisha një pyetje më tepër teknike sepse vetëm për kjo ta bëj dashje në me 4 emra vetë ka të një shpronësim të një personi për një prodhim me sipërfaqe ndërtimi 445 metra katror. Unë brava
Sekretacionit, pra pasuria me numër kaq e regjistruar në volumin 34, një PM referohet me një sipërfaqe 97 metra katror. Niveliteti propozim me shumë kate është 97 metra katror kati dhe vlerë totali 450 metra, po se sari ta kuptoj. Në rast të pasurisë është ndërtes, ndërtesa ndërvete në të momente që ne flasim referuar informacionet të përgjegjësuar nga SHP-ja, posedojnë certifikat pronësie, në dokumentin e pronësisë për gjitha certifikatet e pronësisë shënohet gjurma kur vjen pjesa e ndërtesës, ndërkohë te kartela janë të identifikuar gjithë metrat katror dhe planimetrit e në rastin konkret të legalizimit, pasi objekti në fjalë është regjistruar pas procesit të legalizimit. Objekti në fjalë akoma nuk ka mbaruar procedurat për sipërfaqen e tokës e cila është miratuar me lejen e legalizimit, pra nuk disponon sot që flasim ne një certifikat pronësie për trollit e këtij objekti, por përtej kësaj nga korespondenca mbajtur në Agjencinë Shtetërore të Shpronësimeve, ne kemi bërë pjesë të relacionit shpjegues që në momentin kemi bërë identifikimin se cilat janë pasuritë shtet që preken nga parcela ndërtimore e miratuar me leje legalizimi dhe përkatësisht janë 3 pasurit, 216, 445 dhe 221. Sipërfaqet përkatëse janë listuar aty si pjesë shtet dhe ato do të bëhen pjesë e VKM-s së shpronësimit në momentin që finalizohet procesi. Pyetja është konkrete për metrat katror, se nga relacioni që lexova. Janë të 3 kate. 3 kate janë 444 metra katror ndërtim. Ndërtim, nëse i referojnë të çu me sipërfaqe thot 97 metra katror. Është akti legalizimit proces dhe në kartelat e pavarësisht faktit se primira apo primit të shpensoj për që këtu do të bëjmë në financë nga financët e bashkisë, do të jemi qartë. Se to 435 metra që registrojmë, dhe më poshtë referojemi sipërfaqe 97 metra katror. Është gjurma e ndërtimit. Është 97, ndërkohë të 3-4 bashkë përfaqësojnë një sipërfaqe 445. Po 97 e 3 nuk del 450. Okej, ne jemi korrekt në cilësimin të lejes. Në relacioni për katës, ju bëni një shkëtim që keni vajtë e keni bërë verifikime dhe në tërë, shpaktë një anë po patjetër se kemi grupume që ka punë në bazë dhe të në rakshë që ju bërë një verifikim patjetër se kemi grupume që ka punë Po, faleminderit. Atëherë jemi në votim për vendimin se ka mundësi edhe për të qenë konstruktive. Kemi gjithë parcelë të madhe në krahun tjetër dhe jemi duke u marrë këtyre njerëzve këto parcelat. Për sa i përket parcelës 350 metra katror, unë besoj që gjithë kjo hapësirë e madhe do të ketë nevojë për shërbime publike, ndoshta edhe për ndonjë kafene apo gjëra të tilla. Nuk mundej ky person ta shfrytëzonte këtë hapësirë për diçka të lehtë, edhe të kishte një biznes ai. Projektin ne e bëjmë. Projektisht mirator. Po, ne jemi duke diskutuar për projektin e bërë tani, domethënë në kurisë të këtyre njerëzve faktikisht. Edhe flasim se 46. Mundon edhe po i marrim pronën të njeriu edhe ky njeriu edhe ky fëmijë siç kemi edhe neve ca për nesh domethënë. Tu edhe pas e ka edhe ai ekonominë e tij dëshpëruar siç ka shumica e qytetarëve të rrotut. Pas do të ishim një çik si më të ndjeshëm edhe për sa i përket këtyre parcelave që ne i dëmtojmë me nga 19 metra apo 60 metra. Disa prej tyre ndoshta mund të jenë në procesin e marrjes së një leje ndërtimi. Kanë bërë tashmë projekte të cilat u dalin më thot edhe të dobishme deri tani, kosto shtesë të cilat ne nuk i mbulojmë në këto referenca që po japim. Një miratim i joni, unë besoj që do të kishte pasoja dramatike mbi secilin prej tyre, por në të njëjtën kohë do të mbyllte edhe mundësinë për të pasur relacione të mëtejshme dhe kompensime nga ana jonë pak si bashki e Sarandës, pavarësisht se çfarë thuhet në agjencitë të tjera. Se ne do t'i paguajmë këto shuma, apo jo? Po. Megjithëse ne po i miratojmë këto shuma në këtë vlerë,
këtyre njerëzve ju mbyllet rruga për të bërë aplikime të tjera dhe për ta shtuar të shumë. Po, drejtor, do të përgjigje për pyetjen? Atëherë, pyetja kishte dy pjesë, po përgjigjem për pjesën e parë lidhur me projektin. Ato funksione që u përmendën këtu janë të mbuluara nga projekti dhe janë objekte publike të propozuara, pra jo të një individi. Ndërkohë pasuria në fjalë, sikur se shpjegova dhe më herët, ndoshta po të kishim skic, po e keni ju të premtuar në atë, ndodhet në mes të gjelbërimit, të propozuar për lulishte. Pra kjo është territor. Dhe për më tepër, në kartel ka dhe një shënim që thotë regjistrimi pa rregull, si pasuri. Ne në këto momente nuk jemi për të bërë hetimin se çdo të thotë kjo, normalisht Agjencia Shtetërore e Shkonsive në kuadër të shqyrtimit administrativ të dosjes do kryej korrespondencat e veta me Agjencinë Shtetërore të Kadastrës për sa i përket të sqarimit dhe çfarë do të më kuptoj kjo. Ne këtu nisim, do ta theksoj këtë në ana juridike, thjesht nisim procesin e shkonsimeve, vlera që ne kalojmë është vlerë në parim, një vlerësim para prak që Këshilli në ditën që merr një vendim të kuftoj kush është baza ligjore dhe ku është angazhimi i pritshëm financiar për buxhetin e Bashkisë Saran, por nuk është vendimarrës për vlerën finale. Vlera finale miratohet bazuar ligjit nga Agjencia Shtetërore e Shkonsive me procesin e tyre administrativ për sa i përket vlerësimit të pasurisë. Po, faleminderit. Drejtor, për pjesën e dytë. Atëherë, për pjesën e dytë kemi kaluar në diskutime. Për pjesën e dytë të pyetjes, kush ka për të diskutuar? Ju diskutoni që neve angazhojmë sot për sa i përket të vlerë fakt apo jo? Jo. Për atë pjesë u sqarova është një parim mirativ. E kuptoj këtë pjesë edhe dakord, po për sa i përket këtyre pronave të tjera të cilat preken me nga 60 apo 90 metra katror, diku një cep apo diku pamja valore e sipërfaqes së tokës, nuk mund të kishte marrëveshje me këta njerëzit apo edhe shtytje në krahun e parkut, diçka i merret njeriu dhe diçka i merret parkut dhe të kishte një farë dakordësie në këtë pjesë, që edhe këta njerëz mos dëmtojnë kaq fort. Po, drejtor? Atëherë, në lidhje me aspektet teknike të projektit, patjetër që mund të ketë ende vend, po them pavarësisht vendimit të sotëm, që element caktuar sepse zhvillimi i territorit apo si çdo projekt edhe privat dhe publik, gjatë zbatimit të ren dalin vështirësi. Dhe legjislacioni i planifikimit të territorit parashikon dhe procedura të ndryshimit të projektit gjatë ndryshimit. Kjo përsa i përket projektit që ne diskutojmë sot. Në lidhje me projektin e palës tjetër, organi vendimarrjes përsa i përket lejes së ndërtimit, pra këtij projekti që mund të jetë draft në këtë moment që flasim ne, është i njëjti organ vendimarrës që shqyrton dhe projektin që ne flasim sot. Kështu që besoj që organi publik që do të vlerësoj të dy projektet në këtë rast, si projektin që ne flasim, i cili është shprehur një herë në 2024 në dhjetor, është i njëjti organ që pret dhe shqyrton projektet që do propozohen nga sektori privat që janë kufitar në këtë rast me projektin publik. Kështu që mund të shtyhet rruga ku them konkretizuar praktik. Prandaj prezantoj ekzistoj kam jam në proces për leje, e kam bërë projektin, kam shpenzuar, edhe kam biseduar dhe me zotrin grup që ekziston mundësia që mund të shlohet rruga. Dhe unë mos dëmtohem të shoh hallet e mia, jam dakord maksimumi 1 metër nëse mund të bashkëpunoj. Megjithëse atje është 32 metra katror dhe 32.000 dhe te parcela ime do vi rrugë. Mundësia ekziston ja ku drejtori mbrëmte i fol bashkë e kafe me dëshirën e mirë, prandaj do t'ju lutem shumë mos më nëse ekziston mundësia shmangeni, mos më dëshironi mos, e kam shpenzuar. Faleminderit. Faleminderit shumë. Atëherë, kush ka diskutim? Propozim. Atëherë, edhe nga diskutime dhe nga pyetje që shkojnë, po dhe nga të gjitha ngjarjet që kanë ndodhur për atë për një vendim, duhet që
qartë të cilë kushtojnë o të cilë në flasë. Ai që provendim nga publik, gjitha ai studim që u bërë atje, nuk u bërë të vite në shërbim të komunitetit, në shërbim të qytetarëve, në shërbim të banorëve të atë. Ishte një projekt e kam që ishte një kodrinë të tërtuar. U grafit për fondin e zhvillimit shqiptar të bëjë bashkia ka dalë nga Rusaj. 110% e kërën bashkit. Një të tonë nuk e dalë bashkit, për tonë fondi shqiptar e zhvillimit. A i gjithë para, të marrë shpare. Tani, mbasi u grafit, gjitha ajo propa i gjen qytetarëve të Sarandës, është propa publike, ndoshta nga të vetë propa publike në këtë qytet ku drejtohet ndoshta nga të vetë propa publike që ka gjetur qyteti Sarandës. Pastaj kush e ka gabitur, ajo po i gjen dhe arsyeja që ne po shkojmë, për shkronësim, po shkojmë për të bërë aksesin asaj prope. Sepse ajo i duhet, nësa diun ti në gjithë të ka nësa diun ti, personalisht në gjithë të programet e gjithë dhe ajo në gjithë shumë gjithë të artire, atje ka nevoj për aksesim. Ta mbaroj fjalën time. Kjo është arsye që po shkojmë. Nuk kemi qëllim fare që të mundojmë biznes. Atje pa afrodhe me lartë, merë dhe atës të ka parë, nuk do të pashme. Po për të grabitur që të shprejë që komunikonë në publik dhe nuk shkojnë. Palu, ju, e ta bashkje, e faqen i këshill, ju ka qëllim, ajo godin, la u amortizua dhe mëruar fermën, që mos të bëjë ekokamësin dhe akoma asimi që ka nevoj nuk investohet, po investohet në resorte turistike. I gjitha e korensarë. As ligjin 2013-2015 në fajnë qitë të tendën, sot nuk e ka da në funksioni të kompetensë në rëtuar. Sepse territori nuk komonë do të një. As që të bashkë. Mos dalë nga objekte, zotë i krejtë. Mos dalë nga objekte. Kam vendim, kolege, fole ti unë të gjallë në vëndja dhe ti fole jashtë shkjarë dhe mija. Unë të tu, kam fjellën time. Kam procedur brenda objekte dhe kësa objekte dhe rendi popra brenda objekte. Dhe aji projekt, kaloj si kaloj, u grafit, e po kam që tani është hedhë në fatë tjetër. Grafitin e pronat të private. Dhe ato me hira pa hir, do të merë. Mua vjen keq që ata janë aty, dhe të tjeri që do të gjerada, dhe të se para e nëve këtari, që janë dhe unë da. Aksesi po këtë. Ne po hapim aksesi që a i në aksesush me përgjithës. Mos janë marë të të një sheshe, për të gjithë që kanë paruar në mes këllojnë, dhe bashkira nuk është e hapë, po te jasë konversim, te unë i konversimin, të pasë te unë i pronat. Mirë para së të sortej, mirë nuk pa vëdesoni me trebu. Po të pasë jemi i tokë të tjetër. Ndoj që kemë përmesoni në të drejtë... Ne e kemi shprehu me një mitodat dhe shprehu jemi të të aktivit projekte. Faleminderit, Zotja Shketi. Që i proposit? Atëherë, o Zoti Brajan? Bajrami. E shikoj që ka vënd për diskutim këtu në këtë pjesë dhe përpozimi ka edhe një farë dashamirësie. E kuptoj që janë edhe numrat për të kaluar ky projekt vendimi. Do të propozoja, nëse është e mundur, nëse e shikoni dhe arsushni, ta abononi deri muajin tjetër, derisa të ezaurojnë të gjitha diskutimet, për të kursyer edhe qytetarët, edhe shtetin për të gjetur zgjidhjen më të mirë në këtë drejtim. Do t'ju lutesha edhe kolegëve të pozitës, edhe atyre të opozitës, të mbajmë një qëndrim të tillë, herën tjetër, muajin tjetër do vitem unë këtu do ta ngret dorën. Ju lutem të diskutohet kjo gjë deri në themel, që të jenë të gjitha parët të kënaqura. Edhe unë bashkoj me mendimin e zotit Bajrami. Kjo mendim të kaloj në një moment tjetër drejtën e ashpër që edhe palët e cënuara të bëhet bashkë me setimet të gjitha të muzea e kënaqshme në Lodianë. Faleminderit. Atëherë, edhim në votim për vendimin numër 13, kush është pro?
Kundra? Miratohet. Duke se si ke numrat. Kundra, kush është kundra? Abstenim? Prevendimi miratohet. Tale mos u. Jo, si Se vjen këre mama, kujt zëre numra. Si zëre numra. Ai doli atë. Prevendim disa ndryshime. Ishte kundër. Për disa ndryshime në vendimin e Këshillit Bashkiak numër 20 datë 16/5/2017 për miratimin e rregullores për organizimin dhe funksionimin e veprimtarisë së transportit taksi të udhëtarëve. Kush ka pyetje nga këshilltarët lidhur me draftin? Le. Te ki vendimi numër 14 shikoj që neni 7 do të shtohet gërma H me përmbajtje si më poshtë. Të plotësohet kërkesa e nevojshme sipas legislacionit në fuqi duke paraqitur dokumentacionin provu sipas formulave aplikimit sipas aktit miratuar nga Kretari i Bashkisë. Pyetja ime është kjo. Si për gëmën G dhe për gëmën H, për çfarë kërkesa do plotësojnë dhe kush nga operatorët transportues, taksit, transportuesit e linjave të qytetëse, ndërqytetëse apo vetëm për taksit? Udhëro? Dhe njëherë, unë lexoj këtë që më ka dërguar këtu përpara dhe thotë miratime të ndryshme të numrit të prevendimit datë 20, numër 20 datë 16/5/2007 për miratimin e rregullores të organizimit dhe funksionimit veprimtarisë transportit taksit të udhëtarëve. Bën ndryshime si më poshtë. Më dëgjoj të lutem. Neni 7 shtohet gërma H me përmbajtje si më poshtë. Të plotësoj kërkesa e nevojshme sipas legislacionit në fuqi dhe paraqitur dokumentacionin provu sipas formularit dhe aplikimit sipas këtij akti që miratohen nga Kretari i Bashkisë. Do me thënë, sa kuptoj ju, po të përgjigjet dua nga ju, atë prevendim që sollet këtu vjet mos kuptoj, e keni prur në forma të kamufluara për të rregulluar rregullore që gjitha kompetentat e Këshillit Bashkiak që i ka projekt vendimi numër 20 datë 16/7/2017 ja dha Kretari i Bashkisë. Tani çfarë formulari do nxjerrë Kretari i Bashkisë dhe ai operatori transportues nuk e ka informacion ose unë si ata i Këshillit Bashkiak nuk e kam? Atëherë në teknikë legislative dhe njëherë ndoshta ju interpretojeni si mund të vlerësoni nga ana ime, por është e qartë. Dokumentacioni provues e para është e cituar në ligj. Dhe nga ana jonë është do standardizohet procedurat administrative paraqitjes së një kërkese. Dhe ky formular që do jetë kërkesat janë përcaktuar në ligj, do paraqiti, të lutem, operatori do marrë liçen për taksi. Se këtu nuk e specifikon. Për licencë taksie. Po. Do paraqes dokumentacionin që sipas ligjit kërkohet, sipas formularit që do miratohet nga kryetari. Kjo është formulari, do miratohet nga kryetari, i cili do përfshirë të gjithë dokumentacionin që sipas ligjit duhet të dorëzoj. Kjo në kupton. Po ti këtu më poshtë e ke ndryshuar të rregullin, neni 12 thua. Ndryshon si më poshtë. Jo, është nën tjetër i ndërmarrë. Do me thënë, i kërkon dhe këtu e ke ndryshuar. Keni specifikisht të caktuar nenën kundër hyrë. Ndoshta nga ana juaj nuk është marrë materiali i gjithë rregullores, prandaj në mënyrë veçmas nga ana juaj krijohet një keqkuptim. Jo, duhet të ishte pashalitur ku jo, ajo nga ana juaj duhet të ishte bërë, vendimet janë publike, si në vendimet .al, që është një platformë qeveritare që aksesojnë gjitha vendimet e Këshillit Bashkiak, si dhe në arkivën tonë. Nuk është aty, kërkova unë, vetëm dispozitivit e vendimit .al, kërkova. Do t'ju bëj një pyetje në lidhje me këtë. Nuk është, ju siguroj foto dhe shikoj. Është vetëm dispozitivi që është miratuar rregulloria. Se çfarë kërkesa shtojmë, mos ta çfarë miratojmë në këtë rast. Standardizojmë procedurën në mënyrë të se dokumentacion si do të dorëzohet nga ana e kërkuesit. Neni 12 është pikë tjetër, rregullues.
Dhe nga ana tjetër dhe 33 është tjetër ne. Janë të ndryshme. Risia dhe neri 12 në fakt lidhet me pjesën e drejtuesit kur ka detyrimin për të njoftuar në rastin konkret organi publik licencuar bashkinë, në rastin kur ai pezullon aktivitetin pranë qendrës kombëtare të biznesit, për shkak se ai nuk mund të ushtrojë një veprimtari, nëse nuk është një biznes i regjistruar konform legjislacionit të gjon në fuqi dhe është në fakt kjo ka qenë një mangësi në të rregullor, prandaj të përcaktojmë me anë të këtij ndryshimi. Për të sqaruar, kjo përfshin apo nuk përfshin ata të cilët ndërpresin aktivitetin. Licencën për disa muaj. Me rregullohen elementet të të se dyshe një subjekt taksi ka të drejtën që të ndërpresi aktivitetin taksi për një arsye. Por ka disa subjekte taksi, sepse është hastur shpesh që e kanë pezuar ose e kanë pranë qendrës kombëtare të biznesit pjesën e NIP-it e kanë vazhduar të ushtrojnë aktivitetin taksi. Dhe kjo është bërë një problem, vërtet që asë shpesh. Për koshme po flasim pjesë e madhe taksigjime të Sarandës, se ndërpresin aktivitetin e tyre gjatë dimrit. Po, gjatë dimrit dhe e hapin në sezon. Dhe ne kemi vendosur dhe me për të rritur dhe transparencën, ky subjekt taksi qepe dhe në duhet patjetër i varte si detyrim që të kthejë licencën në bashki. Na kishte ndërpresin marrëdhënien për një periudhë të caktuar, ka e rifillojnë me të gjithë NIP. Nuk mund të ushtrojë aktivitet transporti. Shiko, atje për të sqaruar, pezullojnë dhe punojnë me NIP të pezulluar. Apo jo? Ky është objektivi juaj, ekzekutivi. Pezullon NIP-in përkohësisht dhe punon pa NIP, jo konform ligjit të periudhës. Kurse duhet që të dorëzojnë licencën, ata mundet që të dorëzojnë shenjën e taksisë. Ata mundet që të dorëzojnë shenjën e taksisë, e cila është shenjë diferencuese për ta. Të ndërhyjmë pak. Kur ai vazhdon ushtron aktivitetin taksi dhe ndalon pjesa e policisë qarkullimit ose pjesa e taksforcës, ata kanë kompetencë që t'i kërkojnë licencën taksi, lejen e qarkullimit, dokumentacionin e makinës. Dhe ata nuk janë është tjetër taksforcë që për tatime që merret me këtë pjesë për NIP-in dhe policia qarkullimit në moment me taksforcën nuk ka ku e kupton që ai person e ka pezuar NIP-in. Më kupton? Dhe ne kemi vendosur këtë gjë që në momentin që ata s'kan nga e kuptojnë përveç se vetëm tatimeve, ai që pezuon NIP-in ta rikthejë licencën që mos të vazhdojë dot të ushtrojë aktivitetin sepse është në shkelje. Gjatë periudhës që është i pezulluar. Po, në momentin që pezullon NIP-in, për të qenë në përputhshmërinë me ligjin, dorëzon licencën dhe kur e rifillon përsëri, bën sërish këtë me dokumentin që tregon që NIP-i është sepse ankesat vazhdueshme kanë ardhur nga të gjithë taksigjit që një pjesë e mbajnë aktiv dhe paguajnë detyrimisht taksat për 6 mujorin që në vijësi, kurse një pjesë tjetër e pezullojnë dhe punojnë në të njëjtën formë. Me leje zoti kryetar. Po, zoti Peçi. Në përgjithësi gjithë pjesa e transportit publik taksi ankohet për një shumë të konsiderueshme automjetesh që qalkullojnë dhe ka shumë licenca në bazë popullsisë. Kurse unë jam mendoj ndryshe që në qoftë se kjo rregulloria që sot ka ardhur këtu për disa ndryshime në mënyrën e funksionimit të shërbimeve taksi, ndoshta duhet të vinte edhe një rregullore për administratën, e cila duhet të citoj që aq sa gjobë i kërkon të ketë një ligj për këto taksit që do ndëshkohen, ai të ndëshkohet dhe subjekti që operon në kontrollin e këtyre taksive me targa të bardha. Prandaj këtu një gagren me këto makinat private të cilat operojnë taksi pa licencë, ndoshta dyfishojnë punën e taksive atyre personave që paguajnë taksat dhe kanë licencën e duhur për funksionimin e taksisë. Në gjithë qytetin e dim dhe sidomos dhe në Ksamil, punojnë shumë targat e bardha. Prandaj do doja se këtu shikoj që merr pjesë dhe drejtori i policisë bashkiake,
edhe kush është kompetent nuk e di nga të gjithë, duhet merret një mas që të ndikojë dhe të jetë dhe në media, sa herë kush ndëshkohet nga këto makinat me targa të bardha që punojnë taksi, ku të kemi një sensibilizim pastaj për të tërhequr taksit me targa të bardha nga qyteti. Atëherë do kuptojmë dhe ne dhe ata që janë të dyshim që taksit do kenë më shumë punë dhe nuk do mjaftoj ato automjete që qarkullojnë. Unë jam i sigurt për këtë, për arsye se të gjithë e dinë që taksit me targa të bardha po punojnë po aq sa këto që kanë me licencë. Ky është mendimi im. Prandaj duhet që dhe juve të penalizoheni nëse shikoni makina me targa të bardha në rrugë dhe i lejoni. Prandaj unë jam për një rregullore për taksi, po jam dhe një rregullore për ju si administrat që keni një ndjeshmëri te kjo pjesë. Shumë faleminderit. Faleminderit zoti Peçi. Do të lidhem me bashkësinë, po? Do të vija dakord jam dakord me zotin Peçi për propozimin e tij, edhe do të doja që kjo të shtohej në dhe të lidhen në votim. Të njëjtën kohë do doja që nëse ky sqarim është ai reali, të shtohet tek neni 12, fakti që këto janë ndërprerje të përkohshme, pezullime të përkohshme me të drejtën për të rimarrë licencën në momentin që rinisin aktivitetin e tyre. Është situar te rregullja e këtij procesi përgjithësuar në vitin 2022. Sa do e ndryshuan në gërmën praktikisht? Sikur po, ajo është e neni 12, domethënë te rregullja e vjetër janë të gjitha kur subjekti taksi mund të ndërpresi përkohësisht aktivitetin, i thotë të gjitha aplikat, dhe ne kjo pikë që ne kushtojmë nuk ishte, dhe ne atëherë është në fuqi padyshim do propozoi zoti Bajrami, është në fuqi. Padyshim do doja ky nen i referohet nenit 9. Do doja që të shtohet që i referohet atëherë edhe nenit 12. Padyshim do doja që të jemi të qartë në këto gjëra. Ligji me detajet është. Atëherë le të shtohet që i referohet edhe nenit 12. Pikërisht pra. Pikërisht. Shiko, ju lutem, pezullimi mund të a jemi duke mbrojtur qytetarët e Sarandës, ju lutem tani, mundon se duket sikur po diskutojmë për ajo që propozoni është pikërisht, po do t'ju lutesha, nëse ne bëjmë propozime i nderuar zoti kryetar, nëse ne bëjmë propozimet hidhen në votim. Unë bëra një propozim një çik më përpara dhe se hodhet në votim. Edhe është sjellja juaj e përhershme kjo gjë. Që ne bëjmë propozime dhe ju prap hidhni në votim ato që doni ju. Zoti Bajrami, do t'ju lutesha që të respektojnë këto gjëra. Nëse jemi duke u përpjekur të mbrojmë qytetarët e Sarandës, me forumin e mjaftueshëm dhe votohet, nuk mund të hidhet për vendimi tjetër në votim. Mund të ndryshojë vetëm për pjesën e zotit Bajrami, te rregullja e vjetër e përdisuar në vitin 2022, që është për shërbimin taksi, në neni 12 sot, drejtuesi taksis në rast të ndërprerjes së veprimtarisë neni 9. Dhe po të kthehemi te neni 9, janë të gjitha 4 pika të cilat drejtuesi taksis përkohësisht mund të ndërpresë ushtrimin e veprimtarisë së transportit taksi. Dhe ne po shtojmë dhe këtë pikë. Po pra, ne po themi këtu pezullimi dhe nuk po themi ndërprerja e përkohshme. Aty flasim për ndërprerje të përkohshme. E kuptoj këtë pjesë, po le të sqarohet kjo gjëja këtu, sepse mund të shërbejë në të ardhmen, por një filtrim, nëse kjo administrat nuk do të lapë këtë. Nëse një administrat tjetër e bën. Atëherë po, nga ajo mund të riformulohet, hidheni si propozim, shihnin gjatë votimit paketën. Pikërisht këtë jam duke propozuar, që të bëhet fjalë për pezullimin e përkohshëm të lejes. Kaq. Faleminderit. Apo të licencës, ju lutem. Shumë faleminderit zoti Bajrami. Ka dikush diskutime të tjera? Edhe një lart do thosha në diskutim të nenin 12, që sa shoh është në përputhje edhe me rregulloren e transportit përgjithësi që kanë bërë në Ministrinë e Transportit, po do kërkoja në administrata dhe mbështetje të kolegut tim zoti Peçi, sepse këtu dënohet më shumë ata që janë të rregullt sepse ata që janë të pa rregull. Këtu i formaliteti është gallopant.
dhe nuk është puna të shtojmë e të paksojmë rregullore, të shtojmë sepse ligjet janë. Puna e ekzekutimit të ligje këtu mungon. Prandaj do kërkoja me forcë sekretarit bashkisë ta vënte më në eficient ligj zbatimin rigoroz. Nuk dua të përmend këtu emra konkret, i lëm për një herë tjetër, po kam qenë vetë personalisht që kam bërë denancime dhe ujtë në zjarr është vendosur atëherë kur kam qenë ndërhyrja jote. Juaj më fal. Andaj do të kërkoja që administrata të gjitha zoti Peçi, administrata që është në rizë batim të jetë korrekte. Prandaj kemi shtuar dhe stafin e Bashkiakit, më në terren. Ligjet janë duan zbatim, ligje ka. Duhet të thuaj që ka fluks shumë të madh. Jo vetëm nga mjetet, por edhe nga Të tëra i kuptojmë, të tëra bëhen, por ne mundojmë që çdo vit të jemi shërbim. Faleminderit, kryetar. Po zoti Meraj? Në përgjithësi, ne kemi trajtuar në gjitha problemin e taksive, në të gjitha rastet që janë paraqitur problematika. Këshilli Bashkiak ka qenë i ndjeshëm edhe kur ekzekutivi në një rast të më parshëm, jo kjo ekzekutiv kemi në këtë rast, ka qenë për punën e vitit të prodhimit të mjeteve të përdorimit për taksi. Që do të thotë, Këshilli Bashkiak gjithmonë ka qenë në krah të komunitetit të këtij shërbimi. Por, në fundi duke qenë edhe qytet turistik, këtë shërbim duhet ta perfeksionojmë edhe nëpërmjet mbështetjes me legjislacion, me rregullore. Dhe këto ndryshime janë në këtë frymë. Për shembull, kemi edhe taksi dhe kompani që në të qytet janë me makina elektrike, që është e domosdoshme. Pra, nëse ju që keni lëvizur jashtë shtetit, ka vende të tjera që numri i makinave elektrike po konkurrojnë numrin e makinave me djegje, me benzinën e naftë. Edhe në Saran, ky shërbimi taksive është zhvilluar. Edhe kemi dhe një parashikim atje tek pika 3 neni 3, i cili është konfuz dhe është i pakuptueshëm. Dhe unë mendoj që ky nen duhet të riformulohet që t'i parapri kohës në këtë formë që mendojmë ne si grup. Numri total i automobilëve në taksi që mund të kenë operator juridik të shërbimit taksi nuk mund të kalojë 10% në numrin të përgjithshëm të taksive të operatorëve ose persona fizik. Sepse mund të kenë fuqi ekonomike dhe mund t'i bëjnë 20% të tregut. Ne i vendosim si Këshill Bashkiak një limit deri në 10%. Pse? Për të ruajtur edhe personat fizik që kanë më pak mundësi ekonomike, që kanë nga i makinë. Unë them besoj që tidhet në të vendoset të riformulohet neni përkatës dhe pika 3 këtij neni në të fortë. Po faleminderit, po zoti Bajrami. Edhe për një pikë tjetër, tek neni 33 pika B nuk gjendet pranë automjetit të tij gjatë qëndrimit në vend qëndrim. Ose nuk e ka vendosur sipas radhës. Sipas radhës e kuptoj këtë muhabetin, po nuk gjendet në automjetin e tij, disa nga njerëzit ju duhet të shkojnë edhe në banjo. Pjesë për këtë pjesë, po duhet jemi qiksi më mos jemi kaq eksigjent në këtë pjesë. Po do doja në të njëjtën kohë të përcaktoja neni 12 ndryshimin, drejtuesi i taksisë në rast të ndërprerjes së veprimtarisë së parashikuar në nerin 9 dhe në rast të pezullimit të përkohshëm shtohet të aktivitetit pranë qendrës kombëtare të biznesit dhe të mbarë detyrimin për njoftimin e Bashkisë Saransit dhe të kthejë lejen e ushtrimit të kësaj bashkie duke shtuar në fund deri në momentin e rifillimit të aktivitetit. Pra ti ruhet e drejta e licencës mos i preket. Faleminderit. Asa do të pyetje lutem për të kam një pyetje ose të pyetesh shkruajtën e përgjithshme. Po. Nuk e di këtu tek administrata jone a marrin licencë për të punuar si shërbim taksi banor që nuk e kanë vendbanimin në Saran. Pra ka shërbim taksi me licenca të dhëna. Po. Nuk e lejon. Nuk e lejon. Po, e ktheu përgjigjen kryetarit, faleminderit. Faleminderit kryetar. Atëherë hedhim në votim projektvendimin numër 14 me propozimet e bërë nga zoti Bajrami dhe zoti Meraj. Kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet. Kalojmë tek pika e
8 të renditditës, për vendim për miratimin e nivelit të pagave të funksionarëve të zgjedhur ose emëruar, të nënpunësve civil, të punonjësve të administratës Bashkisë Sarandë në njësive në martësi. Kush ka pyetje nga këshilltar? Kush ka pyetje nga këshilltar? Po, zoti Ahmeti? Shikoj të pasqyrën e pagave këtu, më vjen në sy që rroga e drejtorave 124.525. Mendoj se është e ullur, duke parë drejtorat që e fillojnë punën në ora 8, në ora 4, porta të hapura, pa radhë, të presin të përcjellin buzagaz, mbarojnë punën shpejt. Bile ka rase për shembull që kur të shohim të lodhur kështu, marrë dhe metin i bie zile 10 metin me vrap të sjell kafe. Unë propozoj që ne si këshilltar janë biznesmen, avokat, nuk kemi nevojë për shkak të pagën e këshillit. Do kalojmë puna drejtorave. Edhe që vlerësojmë për punën që bëjmë. Po mos në vlerësoj punën tonë. Faleminderit. Jam në mendimin që puna e mirë meriton të paguhet. Dhe nuk jam kundër idejës së rrogave. Kam një pikë të cilën e kam pasur edhe herë të tjera dhe do doja të gjejmë shumicën në këtë pjesë. Tekniku i mesëm elektricist paguhet 53.000 lekë. Janë njerëz të cilët kanë risk në profesionin e tyre. Në të njëjtën kohë manovratorët nuk mund të jenë kaq pranë minimale së praktikës në ekonomi, jam duke ju pyesur. Nuk ekziston një mundësi të paguajnë një çik më shumë ka njerëz. Janë dhe me risk për jetën ta njerëz. Si ka mundësi, ne nuk kemi as sigurim për jetën për këta njerëz, nëse ju ndodh një aksident, fëmijët e këtyre ngelen në rrugë. Ja pyetën pak politikisht në çka fjalë, apo lejohet? Po pikërisht më para, këtë muhabet janë rrogat janë absurde. Është e përcaktuar kategoria. Aman mor buri dheut. Si ka mundësi më vëlla, kush i paguan elektricistët kaq më vëlla? Ore 53.000. Ne i kërkojmë këtu apo si kemi ne bashkë. Kam vështirësi punë ta njerëz më, duhet jetë kjo e përfshirë. Janë me risk për jetën disa prej tyre. Përgatiti projekt vendim do të mbështes dhe unë. Përgatiti projekt vendim do të mbështes dhe unë, bëje gati. Gjën hapësirën. Të lutem. Po gjën hapësirën se nuk kemi parlament neve, ne këtu kaq. Realisht nuk jam duke folur, nuk po e bëj. Ne kemi mundësi të kufizuar si këshill bashkiak, se ne ndryshojmë dot ligjet. Nuk e kam për politikë, aman të lutem. Faleminderit për rrogat e rritura, mo le ti marrin, po këta njerëz i meritojnë. Nuk mund të rritet rroga e këtyre, ndërkohë që e rrisim kaq dramatikisht rrogën për ata të tjerë, këtyre nuk ja urisim. Këta janë shumë pranë rrogës minimale në ekonomi, mo vëlla. Si manovratorët edhe elektricistët, hajde ti lëm të tjerët pastaj, më thonë që nuk kanë rrezik në punë. Po këta kanë vështirësi punë këta njerëz. Se lejohet, po çove në Por marrë maksimumi sipas asaj, kthej një përgjigje. Kjo kategori e merr maksimumin apo jo, e dua me saksi, se nëse na gjen administrata, do ta kontrollojmë ne. Kjo kategori që ngriti kolegu jon, e merr maksimumin e parashikuar me ligjve me Këshilli Bashkiak po jo. Dy fjalë. Për sa i përket kategorisë klasave që foli zoti Bajrami, e kemi diskutuar shumë herë dhe jemi shumë edhe personalisht jam shumë dakord me këtë kategori profesionistësh të mesëm, por ata marrin maksimumin, nuk është e mjaftueshme, marrin maksimumin, marrin edhe vështirësi të gjitha, i kemi ezauruar të gjitha hapësirat që na lejon ligji. Por sa i përket rritjes, kjo nuk është rritje, pra është indeksim dhe ata ka pasur fjala me 43 ishte mesatarisht në 100.000 lekë të vjetra po flasim, kurse pagat e tjera diku te 3-4.000 lekë dhe ne po e kalojmë këtu atë vendim sepse është indeksim edhe është e detyrueshme. Është një VKM e detyrueshme fillon që nga 1 janari. Jo se erdhëm këtu për të rritur pagat e punonjësve apo të punëtorëve civil. Të kuptohemi. Por i kemi ezauruar të gjitha hapësirat ligjore edhe jam shumë dakord absolutisht me propozimet e tua, por ne nuk kemi. Po, faleminderit zonja Teut. Atëherë hedhim në votim për vendimin numër 15, kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet. Kalojmë tek pika. Të lutem zonja Stroka.
Të lutem. Kalojmë tek pika e 9 e renditditës. Informacion mbi funksionimin e qendrës së zhvillimit dhe qendrës multifunksionale për zhvillimin e fëmijëve dhe fuqizimin e familjes në Bashkinë Sarandë. Kush ka pyetje nga këshilltarët? Informacioni ishte shkruar nga Gjorova poshtë. Kaluam në mësim. Faleminderit zoti Çela. Diskutime? Kalojmë tek pika e 10 e renditditës, raport mjetësurinë e investimeve për vitin 2025. Ka dikush pyetje? Ka më një pyetje. Bashkia? Ka më një pyetje. Se kemi pyetje. Në që fazë janë investimet e vitit 2025, sa kanë përfunduar, sa janë në zhvillim e sipër dhe kur mund përfundojnë ato që janë në zhvillim e sipër. Mirë, s'ka votim. Gjua nga gjë publiku, jo, unë e ti, po të qytetarë. Ndaj da para pyrë. Dhe ta gjë publiku në e duam, nuk e duam ta gjojnë. Po, kush janë më të rëndësishme? Që pjesa e infrastrukturës që po të vazhdon, edhe do përfundojmë pjesa e shkarkuarës, në statin do përfundojmë për paraverës. Të tjerë janë në vazhdim. ku janë shkëndara, në cilat segmentet të rrugëve ose në cilat lagje të Sarandës dhe të Samilit. Shtrusoke rrugën e 4 që vazhdon Sarandë, ke pjesën dhe rrugën e Shungës, në Samil ke unazë që po pret, ke vazhdimin e trotuarët dhe gjithë rrugën, të pjesë rrugë që janë asfaltuar, ke shkollën që po përfundojnë, një pjesë ka përfundojnë, një pjesë janë procesit të gjatë. Këto investime do ta me fillimin e sezonit turistik do ta pengojnë apo do ta ndihmojnë apo do jenë mbyllur? Pjesë të rruga e 4 me fillimin e sezonit do jetë mbyllur. Do jetë pjesa deri tek isha agjensira, besoj për një muaj më pak do jetë funksionale dhe pastaj do pjesa tjetër. Po segmenti i parë ishte ditores Samilit nga Bashkë deri tek gjiri i parë. Në gjë jenë në pjesë me sezonin. Të shkojmë punime, si do avancojmë. Është një projekt që nuk është direkt. Kini akses shumë mbi kontrollin e kohës punimeve edhe kur janë investime të qeverisë, sepse po bën investime në një territor si shtyoni. Ne mund të bëjmë vetëm shkresën dhe kërkojmë aftësinë për çfarë po bëjmë. Dakor. S'ka më pyetje. Atëherë faleminderit, kalojmë tek pika 11 e rendit ditës, informacion mbi rishikimin e dokumentit të planit të përgjithshëm vendor. Ka dikush pyetje nga këshilltarët? Po? Dua nga vendoria për kase dhe nga specialist për kase. Koha kur është bërë autorizimi nga Këshilli Bashkiak, veprime që janë kryer, puna që shkryen në taksine, në çfarë faze është ky projekt, sepse është shumë interes të qytetarëve. Nëse ka nevojë për ndihmë ose për mbështetje nga Këshilli Bashkiak, për ta përfunduar, ndoshta edhe mbështetje me fonde dhe çfarë mund të duhet. Po, faleminderit. Po, drejtor? Lidhje me procedurën e rishikimit të planit të përgjithshëm vendor të Bashkisë Sarandë, e cila është iniciuar prej vitit 2023, ka pa disa nënësime dokumentacioni për katës që tek dokumenti i nisjes për donatën. Ne jemi duke plotësuar po përgjigjem për gjithë periudhën tani, jo me grafik pune le të themi, por është plotësuar dokumentacioni i nevojshëm për nismën. Gjithashtu gjatë kësaj kohës kemi marrë korespondencë me qytetarët dhe nga interesin e tyre dhe nevojat që ata kanë, sikurse dhe punët publike që ju keni parë shpeshherë kanë qenë nevojshme të bëhen ndryshime edhe në planin e përgjithshëm vendor për të përshtatur propozimet në infrastrukturën kryesore, sikurse është
dhe jemi ndjeni atë që quhet bypassi Saranës tani ose gjysma e rrugës së 6 në zhargonin e imi referuar i fond qytet, së bashku me tunelin dhe së bashku me gjysmën tjetër të rrugës së 6, i cili është projekti hartuar nga Bashkia Saranë. Këto dyja janë ndryshime madhore që prekin së bashku me bypassin e Ksamilit, i cili vjen si një detyrim në rishikim në penë përgjithshmëndor dhe duhet pasqyruar në të dokument. Këto ka ndodhur në momente të ndryshme, rrjedhimisht na kanë ndikuar ne në procesin tonë të punës për të përgatitur dokumentacionin e nevojshëm, i cili dorëzohet paraprakisht në Agjencinë Kombëtare të Planifikimit Territorit, e cila jep aktin e përputhshmërisë. Në fakt, aktin e nuk mund të vim për vendimarrje, referuar licitacionin në fjalë për në Këshillin vendor që ju në shprehni dakordsim për të vijuar pas me Agjencinë Kombëtare të Planifikimit Territorit sërish dhe me Agjencinë e Zhvillimit Territorit për të bërë zbardhjen e dokumentit të rishikimit. Jemi drejt fundit në këto momente që flasim, sikurse është pasur kemi patur dhe ndryshime në licitacionin për katës të planifikimit territorit të periudhë, çka na ka bërë që të le themi të përsërisim një pjesë të procesit që e kishim kryer. Pra rishikim të dokumentit për rishikimin e planit. Në maksimum dhe minimum sa kohë do ju duhet ju, sepse qytetari nuk futet do pasën e verë, nuk futemi do në ato largërimet teknike të rishikimit. Sa maksimum dhe minimum ju duhet? Dhe a ka nevojë që të financohet studio të tjera për kapacitetin që Dhe në këto momente që flasim, nuk kemi pak nevojë shumë asistencë teknike të jashtme për atë shkallë të rishikimit të planit, në qoftë se në një moment caktuar do të vlerësohet që kjo kërkon një ekspertizë të jashtme për shkak të nivelit të ndryshimeve të kërkuara dhe ana përfaqësore, mund të vijmë në Këshill nëse do të jetë nevoja se buxheti i miratuar deri më sot nuk mund të ta mundsojë këtë lloj ekspertize. Në këto momente nuk kemi një nevojë të tillë, kemi punuar, mund të ketë zgjatësi, por kanë ndodhur disa procese paralele. Për sa i përket afateve dhe sikurse e thash, duke qenë që është një proces rishikimi i planit, është në zbatim të ligjit planifikimit, i cili është një funksion i ndarë mes dy pushteteve. Pra nuk është një proces që nis dhe mbaron me qeverinë vendore të themi këtë Këshillin Bashkiak, por është një gjë që ne duhet të marrim aprovime gjatë këtij procesi dhe në organet qendrore. Ne parashikojmë tani të ndërtojmë një zbardhje që të jetë në fuqi për të gjitha ato çka do mirëton nga Këshilli Kombëtar Territorit të ujit. Faleminderit, ka dikush për të tjera? Faleminderit, duke ju falënderuar për pjesë. Po, do të themi? Duke ndaluar paketën fiskale, kemi thënë që do na vinë në janar e dy grandime. Për taksën e infrastrukturës, për punimet e vapurshura dhe për taksën e fjetjes. Dy grandime që sa miraton e paketën nuk erdhën për u diskutuar në Këshill. Për papërgjegjësia e atij që ashtu është kërkuar taksa e infrastrukturës. Bashënim Zonja Vasili. Po marrë po paguaj 250 metrë, 20 metrë katror, po paguaj 17.000 euro. Po persekutojnë ndërtuesat dhe qytetarët e thjeshtë. Me taksën e infrastrukturës e lam 1%, vazhdon me 3%. Në bëjt tjetëri, garazhi poshtë të paguaj 3% të vlerës, duke llogaritur dhe vlerat me koeficiente si do qefi. Prandaj, na kanë mashtruar, ka thënë një janar do sjellin projekt vendimi për taksën e infrastrukturës edhe për taksën e fjetjes. E kemi votuar në mirë besim paketën fiskale. Po, faleminderit, po zoti Bajrami. Për sa i përket diskutimeve që janë bërë lidhje me taksën e ndikimit në infrastrukturë, kemi diskutuar për janarin, por jo si thjesht afat kohor. Janari lidhej me një element tjetër të miratimit të çmimeve të reja të referencës nga qeveria, dhe në qoftë se ndjeni dhe në mediat kohë të fundit, flitej që kaq kohë ishte mbajtur pezu riklersimi pasurive, i cili ishte një udhëzim që vajej gjithashtu nga rishikimi i çmimeve të referencës. Sikurse ndjeni, çmimet e referencës të reja nuk janë miratuar, ende që ne flasim sot,
Prandaj edhe ne nuk kemi ardhur me ndryshimin e paketës fiskale sepse ajo do të sjellë ka një qasje të re ndaj taksës ndikimit të infrastrukturë vlefshme të e reja të referencës. Në momentin që bëhet ai mirativ, ne do të vim dhe do të bëjmë propozime për rishikimin e llogaritjes së taksës ndikimit të infrastrukturë. Por janë shumë në kanala greke, kur të vidho, kur të shumë, nga që të vete preventimit e nga natë. Faleminderit. Ka përti në respekt për inxhinierit, ai po flet që po ne u flasim dhe apo gjithë pjesëore para pjetë. Ju lutem të ndjekim radhën. Faleminderit drejtor. Pa lidhje fare, atëherë një lloj si me atë që do zhvillosh një tokë është absurde, po vetëm tek lendo. Faleminderit zoti Ahmeti. Atëherë duke ju falenderuar për pjesëmarrjen, mbledhjen e deklaroj të mbyllur. Faleminderit. Faleminderit gjithë.